Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin debati në Channel One. Sot do diskutojmë si po zhvillohet fushata zgjedhore. A kemi të bëjmë me një fushatë të tensionuar apo ajo po zhvillohet normalisht? Pikërisht për këtë, unë kam ftuar sot 6 personazhe, gazetar dhe politikan. Pa humbur kohë, bëjmë prezantimin. Agim Neza, analist tashmë i emisioneve të mia. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Është kënaqësi që ju kem. Zoti Neza, cili është elementi që ju pëlqen më shumë në këtë fushatë? Dhe një element tjetër që ju nuk e duroni dot. Elementi që më pëlqen në radhë parë është modeli që kanë zgjedhur dy partitë kryesore dhe në një mënyrë edhe LSI-ja, që është modeli anglosakson, pra ku janë bazuar në eksperiencën amerikane dhe në eksperiencën e britanike. Dhe ka, domethënë, gjëra të veçanta, si në mënyrën e takimit me këtë town hall, por edhe në mënyrën e takimit me gazetarët, gërshetim i town hall me mitingje, nga njerë bëjnë edhe sfida për njëra tjetërën, kush mbledh njerëz më shumë, ku edhe përcjellin mesazhe të ndryshme. Ai town hall i pse të pëlqen, se aty mund. Jo, ajo është e lezetshme. Para se të vija këtu për shifja, për shembull, është gjë e lezetshme. Ngri një plak aty, ke Edi Rama, ke parasysh, vrofsh edhe 300 vjet, thosh. E ke parasysh? Ty të pëlqeu kjo? Jo, po mirë, është shpreh atë, kënaqësinë, s'ka rëndësi, domethënë e shpreh, ose ngri një plak tjetër, thosh unë do ulem këtu, të bisedoj me ty. Domethënë, i shpreh ato mendime, jo gjumë me popullin, po vërtet mëson diçka dhe je me këmbë tokë. Domethënë, sikur të ishte kjo lloj lidhje me qytetarin, me atë fermerin në vazhdimsi dhe jo gjatë fushatave, vërtet do të ishte tepër interesante. Pra, them që është mesazh për të ardhmen më shumë se sa tani që duhet komunikuar me qytetarin për hallet e tyre. Ndërsa përsa i përket atyre që urrej më shumë, ose që i kam bezdi gjatë fushatës, janë dy gjëra, dhe s'mund t'i ndaj. Njëra është sulmet që bëjnë për familjet, dhe më thënë, për mua është e pa mërash, me biles më kujtoj Besoj dhe pjesa me madhe njerëzve nuk e duroj. Që merren me familjen, me fëmijë, dhe më thënë, kjo është e pak shumë. Bilem kujtoj një është e bukur, një Rooseveltit, pa ju marrë kohë edhe teleshikuesit dhe të fturëve tuaj. Edhe Rooseveltin e kishë sulmuar, dhe më thënë, dhe sulmonin për fëmijët, për familjen, po edhe një moment që e fillon të sulmonin për qenin që kishte. Dhe jo ke shpenzuar kaq para për çur destroyer se ku ka ngelur qeni. Gjimi s'kemi arritur akoma te qeni në Shqipëri. Po pra, edhe shqyqy që s'kemi arritur akoma ke qeni, po ai tha, domethënë, ja kanë bërë halal, tha, gruaja, fëmia, tha, po më është mërzitur qeni fale qunin. Dhe është rrath skoceze. Dhe që në momentin që kanë filluar me kritiku qenin, po manë më ri edhe qeni. Domethënë, imagjino, po shqyqur në atë statë s'kemi arritur. Do kemi mundësi zoti Neza për diskutuar. Dhe e dyta, edhe fjala rotacion. Domethënë që e kam të merr po e dëgjoj. Nuk e duron dot? Po jo, pse ke frikë nga rotacioni? Jo, nuk kam frikë fare unë. Edhe më pëlqen rotacioni, po problemi. Ti ke kaluar shumë rotacione, zoti Neza. Kam kaluar, po problemi është që gjithta politikanë, gjithta drejtues politikës kanë nga 22 vjet. Me Edi Rame 11 vjet kryetar bashkie. E tentoi prapë të ishte përsëri. Me Metën përsëri, që ka qenë kryeministër ku ka qenë. Me Berishën po nuk diskutohet. Me Bamir Topin, ka qenë edhe minister i PD-s, edhe në kryetar i PD-s, dhe u zgjill nga PD-ja president. Dhe mbasi se 2 vite thashë Berisha ka qenë komunist. Dhe gjithë, po çfarë si ka çfarë thon? Po imagjino, domethënë, gjithta që janë në politikë kërkojnë rotacion. Domethënë, duan të vim ne, thonë, po, dua pushtetin, sepse unë bëj këtë më mirë, 1, 2, 3, 4, po më përmendim më fjalën rotacion, se një lloj është rotacioni për gjithë. Si qenë sot e marke fjalën dhe se jep gjë sot. Edhe ti pas ke nevojë për rotacion. Zoti Bashkim Muça, analist tashmë. Si? Jam pjesë të rotacionit. Po. Bashkim Muça, analist tashmë i emisionit të mia. Mirëmbrëma, mirëservet. Zoti Muça, nëse ju e krahasoni me fushata tjera, ne kemi zhvilluar 7 palë zgjedhje në Shqipëri mbas rrëzimit të sistemit komunist dhe këto janë të tetat. Si i krahasoni me ato? Çfarë ndryshimi ka dhe veçantie? 7 palë zgjedhje politike, sepse kemi afërsisht edhe një 7 palë tjera zgjedhje administrative, referendume, po për nga mënyra se si zhvillohen ngjajnë. Domethënë mund të themi që kemi mbi 10 palë zgjedhje dhe kemi fituar një eksperiencë. Mendoj se fushata e tanishme është më qytetare, ka disa element të rinj që nuk i kemi parë në fushatat e tjera. Ajo që më bën përshtypje është në kuptimin e qytetarisë, se
palët nuk kanë ngacmime deri në incidente reciproke, ndërhyrje tek njëri tjetri. Ai tritoli në Vlorë që ishte? Ai është çështje nuk mund ta çat vësh më. Ne nuk kemi asnjë dëvan. Ne nuk kemi ekspert. Nuk jam tritoli një kandidati tani. Çfarë do të themi? Problemi është tani ishte dole edhe kandidat tjetër aty në shkallë, apo nuk Gimi ka punuar edhe pranë prokurorisë, pa nuk kemi asnjë. S'kemi asnjë prononcim zyrtar, as nga Ministria e Brendshme, politik kandidat, po ka punuar ndoshta edhe diku tjetër, kush e di, nuk mund të gjykojmë ne për këtë rast. Mund të jetë vëllë për dikë tjetër. Unë kisha fjalën ndërhyrje reciproke, prishje tingje, se ka ndodhur. Dhe shpresoj që mos ndodhi. Ndërsa për sa i përket asaj që tha Gimi, ndërhyrje në meskine, në çështje familjare, të cilat nuk do të ndodhin, mendoj se bateritë në këtë drejtim ka pas kohë dhe janë zbraz këtu e 3-4 muaj më përpara. Dhe fushata është e përqendruar tërësisht në drejtim të votës dhe nuk besoj që ndërhyrjet në familje reciproke ose me metoda tjera që ndodhin në një fushat kundër Edi Ramës apo ndërhyrjet që janë bërë kundër familjes Berishës kanë efekt në më tepër palët po luftojnë, është një luftë programore dhe luftë batutash. Ajo që më pëlqen më shumë tani që ka një spikatje batutash nga të dy kampet. Dhe batuta ju e dini se pi ujë edhe në fushatat e amerikanët. Ka ndodhur që batuta ka ndikuar në lëvizje deri në fitore të mëdha. Okej, unë kam ftuar dy zonja të nderuara që gjithmonë jam shumë i kënaqur kur i kam pjesë në studion e mia. Miranda Axhia, gazetare, mirëmbrëma, mirëserdhet. Mirëmbrëma. Zonja Axhia, a është e gjithë Shqipëria në fushat apo një pjesë e njerëzve nuk do ta dinë që nga mëngjesi deri në mëngjes Shqipëria është e mbushur me mitingje, ekranet e televizionit flasin vetëm politikanët, apo ka dhe një Shqipëri tjetër që s'do ta dinë? Nuk duan, shqiptarët janë njerëz që e kanë shumë qejf politikën, të bërurit politik dhe të marrurit në politik. Ashtu si neve nuk mund t'i shmangemi dot kur bie shiu dhe vështrojmë, apo e ndjejmë atë që na bie mbi shpinë, ashtu nuk i shmangim dot as debatet që bëhen në kohën e fushatës. Kështu që përgjithsisht janë në fushatë, por besoj gjysma deri te 50% që është në atë të evidentimin e çfarë është bërë, gjysma tjetër është ose në rritjen e përqindjes hiperbolizimit të çfarë do bëjmë, ose në sforcimin deri në skaj për të ulur në maksimum çfarë prezanton pjesa tjetër. Dhe ajo pjesë që ju e quani pothuajse indiferente, që nuk merr pjesë në fushat, mua më duket se është e tërë ajo pjesë që dita dalloj se ç'është ironia dhe sa e dëmshme është ajo për imazhin e të ardhmes së shqiptarit si individ dhe shqiptarit si shoqëri, dhe ç'është euforia për arritjet e mëdha në fushat. Kështu që nuk është kaq indiferente, dhe nëse heshtin dhe heshtja e tyre flet. Qartë. Malinda Keta, pedagoge në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma, Sera. Mirëmbrëma. Për herë të parë ta kam bërë këtë prezantim, megjithatë do të them ti je një socialiste që atje në PS dhe edhe Edi Rama nuk është sa socialiste je ti. Po të thashmë që duke ekzistuar kryetarja e gruas por nuk e di se kush socialisti i referohesh, megjithatë faleminderit që një grua e ke perceptuar kështu socialiste të fortë dhe më të fortë në socializmin e vetë se sa kryetari i partisë. E di çfarë komplimenti është kjo, është si një gjysmë fushate kjo tani. Sot e di Rama se. Shikimi, nuk të lëgimi. Herën tjetër e ka merak forumet e grave. Është e vërtet që ai historikisht i ka mbështetur dhe e ka merak atë ish kryetarja e forumit grua socialiste. Pyetja. Për këtë do votonin këto zgjedhje, si socialiste me e thekur? Unë në fakt kemi vetëm 10 ditë që kemi hyrë në fushat, me një parafushat shumë të lodhur. Në 20 ditët në vijim do vazhdoj të mendoj për t'ia dhënë votën atij që e meriton. Fakti që jam në kontakt me masa studentore, fakti që jam në kontakt me shumë pjesë tjera të jetës time publike, kësaj radhe, do votoj se s'bën. Për kë? Do votoj për atë që do ta meritoj. Deri tani në 10 ditëshin e parë, akoma unë nuk kam mbledhur mendjen. Do votoj për Lulbashën, tani do votosh për PS-n. Kur kam votuar për Lulbashën, e kam theksuar me 10 herë që kam votuar për Partinë Socialiste. Tani në këtë moment që më pyet ti 10 ditë vetëm nga fushata, po them, do të votoj për atë që e meriton. Do të thonë tani Partia Socialiste se meriton.
kushta në potencë të tëra e meritojnë, është me 61 lista atje, kështu që në meritime kanë plot. Unë do mendoj shumë sepse kam një lloj auditorit përditshëm që e shikoj dhe kam një pasqyrë ku shihem shumë bukur. Po qesh Floriani. Eduard Abazi, nënkretar i Partisë Aleanca Demokratike. Mi mbrëmë se erdhët. Mi mbrëmë, faleminderit për ftesën. Zoti Abazi, ka një perceptim që këto partite mëdha nuk dihet se si e kanë aleancën me këto partite vogla. Atje në bazë këto thonë mos i votoni këto partite vogla, na votoni ne, apo është më ndryshe situata? Unë ju falenderoj juve madje edhe për panelin, përfitoj nga rasti që besoj se do shtojë dhe një votuesi për aleancën. Mund të jetë edhe zonja Majlinda. Shiko? Pasi do dëgjoj se çfarë do artikulojmë për sa kohë. Partitë mëdha kanë ezauruar shumë gjëra nga ato në mandatet që kanë patur, 4, 8 apo dhe i kanë përsëritur, ndërsa Aleanca Demokratike ka shansin me ata persona që ka afruar, që kandidojnë, madje që pretendojnë për të qenë pjesë e Parlamentit shqiptar, mund të krijohet një bindje ke zonja Majlinda, që do thotë unë po guxoj të votoj një alternativë që është përtej të majtës ekstreme ose të djathtës ekstreme. Përsa i përket problemit të juve, thatë, Aleanca Demokratike tashmë është e fokusuar tek data 23 qershor. Çfarë slogani kanë? Sloganin thotë zoti Neza. Do ta lëm për në fund që ta kuptoj. Jo, mund ta thosh atë. Ju lutem, dale, po të themi diçka përpara saj. Okej. Falni për atë. Ai po bën tamam loj, sepse gjeti një elektorat që është e pjesa gri, pa deklaruar. Shumë mirë. Kjo ishte kënaqësi për ne, falenderova edhe zotin Nandi. Dhe siç u nisa pak më parë që Aleanca Demokratike është fokusuar drejt datës 23 qershor, kam deklaruar madje që Aleanca ka plotësuar me kandidatët e vet vetëm aleancistë në të 12 qarqet e Shqipërisë, persona të cilët kanë kontribuar jo në kohë të shkurtra apo me cejake, por që kanë qenë pjesë e strukturave të aleancës gjatë tërë kohës, dhe ne guxohem që të provojmë vetëm me aleancistët, duke qenë të bindur se jo vetëm do faktorizojnë për veten dhe nuk do të përdoren ato manovra që janë bërë deri më sot. Po zonja është socialiste, tani apo mbaruat punët. Aleanca, madje edhe partia që aderojnë edhe paneli që kemi gjithë paneli janë në një parti e cila bën pjesë në një koalicion ose në një aleancë. Vetë fjala aleancë presupozon shumë gjëra brenda, ka shumë elemente të tolerancës, të bashkëpunimit, të lojalitetit, të shumë elementeve të tjerë që të gjithë e kërkojmë që të jetë aleancë. Dhe për ta përmbyllur, po, Aleanca Demokratike është e bindur që aleancistët do votojnë për të, madje do marrë shumë vota nga zona gri, ka vuajtur gjithmonë nga thirrjet në momentet e fundit nga dy partitë mëdha, pa çka se ka nevojë në momentet të caktuara që thonë aleancat i duam, madje edhe partitë edhe fantazëm, siç kanë dalë plot të tilla, dhe në momentin e fundit të finishit të fushatës, madje gërsohen jo vetëm me artikulime edhe me etik, duke thënë që të votohet vetëm ekstremi majt ose ekstremi djathtë, pa ditur dhe pa vlerësuar në momentin më decisiv edhe kontributin e aleatëve që kanë dhënë gjatë 4 apo 8 vite që kanë patur në aleancë. Okej, Florian Pullazi, antar i Këshillit Bashkiak si profesor si Partisë Socialiste. Më mbrëmë së erdhët. Faleminderit për ftesën rreth parë, por me thënë drejtën bëra pak konfuz nga gjithë këto pyetje dhe sidomos nga përgjigjja e profesorës Majlinda, që duke qenë socialiste, të shkosh edhe të votosh për shembull për kandidatin tjetër, Lulzim Bashkë. Ngacmoj pak, por normalisht pa dashur ty në debat me... Ti e ngacmua shumë, unë them jam ngacmuar pak. Normalisht fushata ka filluar, unë do i sugjeroja profesorës Majlindës që t'i bashkohet Partisë Socialiste dhe këtë herë mos ketë dyshime për votën e saj, që është numri 29 për Partinë Socialiste. Megjithatë, vazhdojmë për pyetjen. Ndërsa për gjithë panelin, ngacmoj pak ajo zotit Neza që problemi rotacionit, që gjithë të vite është kërkuar rotacion. Normalisht, në këto momente, rotacioni është gjëja kryesore që duhet ndodhë në Shqipëri. Pse? Nëse merr vota Berisha, pse duhet ndodhë rotacion? Duhet ndodhi për shumë arsye rotacion, por besoj që kjo do të shtjellohet edhe gjatë debatit. Gjithë besoj do të bim dakord që rotacioni është më se i nevojshëm. Që thoshim dhe kryetarit tuaj ne, si ishte dorë. Gjitha këto histori që po ndodhin në Shqipëri dhe sidomos gjatë
8 viteve qeverisje. Zoti Pullazi, këtë i thoshim dhe kryetarit tënd, zoti Rama, që 11 vjet kryetar bashkie, e se la të kolltukun atje se e votonte përderisa u votonte masivisht nga qytetarët e Tiranës. Po pra, kështu thotë dhe Berisha. Por Berisha ka precedent tjetër, nuk ka vot masiv popullor. Berisha ka precedent tjetër që normalisht dihet që ai fut duart aty ku s'do t'i fusi, ku ti dhe votimin. Okej, në këtë moment për këtë precedentin, nëse ka precedent ose gabimi më i madh që mund të ketë bërë Rama gjatë karrierës tij politike ka qenë pikërisht kandidimi për herë të katërt në Bashkinë e Tiranës. Sepse i ka dhënë ose ka krijuar një precedent edhe kundërshtarë tjetër që thotë unë rri derisa të votojnë. Po vjen një moment që njeriu edhe në një moment kur morë edhe një post tjetër, pretendent për kryeminist, e quaj që ka qenë një gabim. Çdo kandidat tjetër i Partisë Socialiste mund ta kishte fituar shumë lehtësisht. Berisha se ka për të katën, ka për tretën. Nuk ka rëndësi me i numru, po domethënë Berisha ka për të katën, se ka qenë nga 91-shi e deri ja ka dhënë në një farë mënyrë ja ka dhënë të drejtë. Vetë Rama duke thënë që po mirë, ti kandidove sa herë deshe derisa hume ose nuk ka rëndësi tani s'po e diskutojmë. Atëherë nuk ka heq njëri këtë drejt Berishës. Okej, ju ftoj në këtë moment të ndjekim një insert me atë që po ndodh me fushatën elektorale. Është një koment i përgatitur nga unë, pikërisht me disa deklarata dhe një analizë. A kemi një fushat normale apo ajo ka filluar të tensionot? Ndjekim insertin dhe diskutojmë në studio. I gjyshe aty po thoshte çfarë kur erdha. Aman tha, mos e zgjat me programin tha. Një pik të ketë programi tha, na hiq të salirun nga televizori. Prandaj ju, votuesve e parë, votoni që spotoni dhe gjyshet tuaja nga i gjyshi me antiplum. Ky është sheshi historisë. Dhe po ta deklaroj sot këtu. Sheshi është monument historik. Pervendoria është monument historik. Mjera ju që të guxoj ta prek. Gishtrit tuaj i duken bajoneta. Trikoja ime i duket palzmore. Nesër, stilografi im do t'i duket shpat. Vull, s'kem që t'i bëj. Fushata elektorale këtë herë nisi shumë kohë përpara datës së përcaktuar me kushtetut. Vijoi me përplasje idesh dhe me akuza të buta të tipit më ke vjedhur programin. Vijoja koma me përplasje në Facebook dhe në Twitter, mëtej në deklarata dhe kundër deklarata, dhe kur erdhi dita e vërtet për nisur fushatën dukej se nuk I kishte mbetur gjë e mirë për të thënë dhe dhënë. Nëse vëmë re atë që ka ndodhur që nga data 24 maj, ditë kur fushata ka nisur zyrtarisht, duket qartë një rritje tensioni dhe një pamje refraktare kundërshtarëve. Në podium dhe deklarata, gjua nuk është fare rafinuar, është kaluar në kërcënime, sharje parashikime të errta e deri në rastin e fundit, shpërthim tritoli në banesën e kandidatit të PD-s në Vlorë, dhe nëse vazhdohet kështu, askush nuk e di se ç'do të ndodhë deri në fund të kësaj fushate maraton. Në 7 zgjedhjet parlamentare që janë zhvilluar në Shqipëri pas rrëzimit të sistemit komunist, mund të merret model ajo që ndodhi në zgjedhjet e vitit 2009. Palët kërkuan dhe vendosën një kod etike në fushat, duke vendosur disa rregulla që të paktën formalisht u pranuan nga të gjithë. Pavarësisht se çfarë ndodhi me këtë kod etike, dhe u zbatua ai, të paktën formalisht zgjedhjet e 23 qershorit janë një hap mbrapa në këtë drejtim. Nuk I shkon në mendje kujt të propozoj dhe të bëjë një kod etike dhe lëre pastaj ta zbatojë atë. Kemi edhe 20 ditë fushat dhe gjasat janë që ajo ta shpërsohet dhe më shumë. Kundërshtarët të irritohen edhe më shumë dhe një zot e di se ç'mund të ndodhë deri në ditën e 23 qershorit, për të mos folur kur të nisë dhe kur të mbarojë numrimi I votave. Prandaj më parë se të bëj betejë votash, liderët e partive duhet të jenë ata që duhet të tensionojnë situatën, të ulin tensionet që mund të jenë në bazë, dhe më shumë se militantët, kryetarët e njësive vendore, janë këta që kanë vetë në dorë situatën, Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta. Votoni që spotoni dhe gjyshet tuaja nga I gjyshi me antiplum. Mjera ju që të guxoj ta prek. Faleminderit, I kthemi sërish në studio, zotin Eza. Ndjeni ju që sikur ka filluar të tensionohet se këto fjalët mjerë. Ja, s'm duk. Gjëra normale, për mendimin tim gjëra normale. Ja, pas ke marrë dorën. Jo, seriozisht, janë gjëra normale, po ja, e ke parasysh tani. Domethënë,
Berisha i thot ti pullton me autobusin Mavi, e ka dy gjëra. Mjera ai që prek. Po mjera ai që prek, po këto do thot mjera ai që prek se ne do të gëdasim me votë. Gjithë në fund e kthejnë ke vota. Se që ti thoshin? Po nuk është, kjo e normale, gjëra normale në fushat. Unë pak si të kërcënimet kjo. Për mua nuk e di. Kjo e ka vajes. Jo, po ai përdoj gjëra figurative, do shkoj me helikopter, po tjetë aq budallaj, a kuptot, do shkoj me helikopter tama. Po pse më merr me helikopter? Me helikopter është marrë statuja e Sirenës në Kopenhagen, është marrë me helikopter dhe është vendosur në edhe gjithë e lënë mbasi se 3 qershori, gjithë. Njëri mbasi se 3 qershorin e merr do përdoj helikopterin, tjetri mbasi se 3 qershori të mos guxo ta preksh atë me helikopter se ta godas helikopterin, por janë gjuhë fushate. Mendoj që për mendimin tim nuk ka ndonjë tensionim situate gjë në këto momente dhe ne si përfaqësues të medias në analizat që bëjmë, mendoj që domethënë duhet të ruajmë këtë lloj mënyre mos i frym, domethënë sepse edhe mund të bëhet me ledatime fushata. Reagim i njohur ekstrem që Berisha e ka shfaqë edhe herë tjera, kur i preken zona të tilla bastione historike. Ju kujtohet kur humbi Shijakun dhe ndërmori një fushat shumë të ashpër, bile shumë të egzageruar. Cilin vit e keni fjalën? Para jo në 2009, në zgjedhjet 2005, kur s'është më ashtu kur Agron Duka, domethënë, i fitoi Shijakun me Oldash. I fitoi Shijakun për herë të parë. Në ndërmorën një seri sulmesh, do me thanë, dhe të egzagerua, ku jo klani Zemunit e tjerë. Nuk është se e kishte kush e di kunen, po i mori një nga bastionet e logarisnin që ose dikush tjetër do t'i edhe vetëm Shkodra ka ngel, që t'ja marrë dikush, dhe atëherë sigurisht. Pa është në stilin e Berishës e para, dhe e dyta është një nga shenjat për mendimin tem të ikjes Berishës, të ikjes butë të Berishës, me votë. Në 97-ën, pavarësisht janë dy gjëra këtu, ndalu njëherë te kjo te ikja njëherë dhe pastaj te kjo e butë, se janë dy foltra të veçantë. Ikja bëhet me votë në Shqipëri, tani kjo punë ka marrë fund. Ikja ose unë mendoj ikja, dikush tjetër thotë, unë do shfaq idenë time dhe llogaritë e mia. Qartë. Dhe kjo ka ndodhur në 97-ën, pavarësisht se fushata ishte shumë e ashpër për arsyet që dihen. Më kujtohet një shprehje që ju drejtues socialistëve që do t'ja u thaj buzëqeshjen në buzë. Do t'ja ngri, më fal. Kjo e ka vajes është deri diku në këtë kategori, po sigurisht shumë më e butë. Mos guxo thotë ai kaq. Kërcënim është. Sigurisht që është më e butë se bëhet fjalë për një mos guxo thotë është një monument që e ka ngritur. Kur doja mendoj që është një monument që i dedikohet demokracisë. Tani ne s'kemi pse e bëjnë objekt monumentin, po thjesht po bëjmë po flasim rreth gjuhës që po përdoret, po gjuhës përdorur dhe ndikon kjo domethënë në acarimin atëshëm fushatës. Është një nga krye qendrat që ka mbështet Berishën dhe që në zgjedhjet vendore ka humbë dhe ndoshta sondazhet nuk ja japin prap dhe Berisha për nga stili se si e bën fushatën në këtë rast e godet, nuk të fal dhe për mendimin tim është një nga shenjat ose paralajmërimet, po ta shikosh thellë të ikjes Berishës. Berisha kur është i sigurt bën fushatë shumë më të qetë. Sa më tepër ta shpresoj. Po ta marrë kur thoshte ai klani Zemunit 2005-ën, ai erdhi në pushtet. Në 2001. Jo, ka qenë një moment, atëherë duke qenë 2005. Atëherë ka qenë 2001, se 2005. Në momentin unë e thash kur 2005 ka qenë erdhi në pushtet me Agron Duka mori Shijakun. Ky e ka të sigurt Atëherë është 2001-shit, atëherë ka qenë në opozitë Berisha se në 2005. Po pra, ka qenë në opozitë 2005-ën kur bënte këto lloj akuza, klani Zemunit e këto. Edhe gjatë kohës opozitë, pa 2001, edhe erdhi në pushtet. 2005. Pra, me këto lloj akuzash atë i bie që do rri prap në pushtet. Po rri prap. Okej, po nuk rri prap, se ligjet janë funksionale. Për teja më fal, zoti, për teja analizës fal. Jo, s'ka gjë. Vazhdo. Po, Miranda. Desha të them një gjë që mos të pretendojmë askush, as prej nesh, as prej shikuesve, që fushata është një festim ditëlindje me tullumbace dhe me plumba. Se i do nga këto letrarizme. Jo, sinqerisht, nëse në një ditëlindje ka shumë tullumbaca, betejë, në dasma, shkrepe dhe ndonjë armë në ajër, gjysmë të dehur, fushata është gjithmonë më e vështirë për të administruar, më e vështirë për të drejtuar, më e vështirë për të
për të mbajtur të tërë entuziazmin që i përcjell qytetari dhe për të marrë të tërë atë. Jo, flasim sa ka në dorë liderët, zonja Xhiro. Ka në dorë me fjalët që thonë, sepse mos prek këtë. Mua më vjen keq që zoti Muça nuk ka rëndësi, tha, sepse është për një monument. Në momentin kur liderët, qytetarët fillojnë edhe shkatrojnë monumentet e vendit, atëherë unë nuk kam asnjë shenjë optimizmi në të ardhmen që ata më premtojnë. Ne jemi lodhur duke prishur lapidar, jemi lodhur duke shkatëruar buste, jemi lodhur duke prishur. Rreth rrotullimin e ZKZ. Dhe gjithçka që pretendohet është që kur mua nuk më bëhet vonë se do vi opozita dhe do anulloj tërë koncesionet për hidrocentrale, sepse atje tek shtëpia ime nuk rrjedh asnjë prua, asnjë lum dhe unë nuk kam asnjë akses. Nuk më bëhet vonë nëse opozita do vi dhe do t'i uli taksat 400%, sepse unë nuk kam biznes, puna ime është me një rrogë në fund të muajit. Por mua më shqetëson ideja e destruksionit, ideja e shkatërimit. Ku e shikoj këtë? E shikoj në të gjitha gjërat që thot. Ku, te cila forcë? Tek opozita. Te opozita? Te opozita, unë jam për numrin 44. Zonja Unë nuk kam se do fshe. Po ju jap një gjë që më kujtoi antari Këshillit Bashkiak. Kjo qeveria ka qenë në opozitë. Ju lutem shumë. Një pak sapo u duk sikur morën çik shumicën në Këshillin Bashkiak dhe shqyen një derë. 100 derë. Mendo se çfarë do bëjnë? Mendo se çfarë do bëjnë sikur të kenë pak më shumë pushtet. Nuk e di për cilën derë po flet, sepse normalisht nuk kemi hyrë as me dhunë. Ne hym të marrim pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Po kjo është tjetër debat, nëse don ta shtjelloj. Por në Këshillin Bashkiak ajo ishte, dëgjoj, ajo ishte në turpin. Më fal. Ajo ishte në turpin e asaj bashkie që mbyll dyer dhe nuk lejon zgjedhjet e popullit, zgjedhjet vendor që të shkojnë ushtrojnë aktivitetin e tyre. Cilën derë thyem? Më thuaj një derë që ne kemi thyer aty brenda. Nuk më pëlqen. Më thuaj një derë më. Po, ne shkuam dhe gjetëm derën mbyll me çeç. Që thotë që unë do ta shkul monumentin. Po nuk ka, kush është ai babai i monumentit? Po i kujt është ajo bashki? Është pronë Lulzim Bashës ajo bashki që më fliske për. Merr një rrogë. Po jo, mos e vjen keq. Jo, por argumentin tjetër zotë. Argumentin, nëse ti flet për monumente, nëse flet për monumente, se ato pesë erojnë të Vigut sot dërgjën tek plerat e Shkodrës. Jam kundër dhunës. Se flitet ato. Kurse ti do ta marrësh ta shtjellosh në mënyrë tjetër. Nëse unë për shembull jam jashtë atij debati, nuk pëlqej këto debate dhe për shkelje monumentesh, por më pëlqen të bëj një poezi për gjyshe, po jo të ty gjyshe siç e thyen zotëria. 8 milionë euro për qendrën e Kavajës. Dhe gjithë ky investim mos kryhet vetëm për një monument që nuk përfaqëson as dy kisha. Më pëlqen të bëj një poezi. Po jo, më ç'është histori, mos flas opozita. Nuk është faji opozitës që 22 vjet Berisha kur ka problemet e veta, merr ngren busin as e Majdarit në çdo hyrje qytetit. Për çfarë ngren? Për çfarë? Zonja Keta, çdo hyrje qytetit. Në panel ato që kanë zgjedhur numrat për të votuar gjenden në konflikt. Duam ne, tani fushata është të kapla argumentin e Mirandës. Tani asnjëri nga ne duhet presi që po futemi në 20 ditëshin e fundit dhe neve mos dëgjojmë batuta që do prekin ato pikat nevralgjike të dy palëve. Le të themi, unë bashkojmë deri diku me bashkimin, me konceptin që si Berishës, si Ramës, kur i preken ato që paraprakish mendësisht kryetarët e partive i cilësojnë si bastionet e veta, reagimet e tyre janë më të forta. Po ky ishte Rama në Vlorë dhe po të kishte guxuar të thonte një fjalë më shumë, do të kishim një kundërreagim, po ky do të ishte Berisha në Kavaj. Problemi që unë do të rivizoj dhe një herë idenë e Mirandës. Mua më vjen mirë që Berisha ka arritur në pikën që e kupton që monumentet identitare të këtij vendi nuk duhen prekur, sepse është pjesë e historisë, si 5 heronjtë e Vigut, si monumenti i demokracisë që ka Kavaja, për atë histori që Kavaja ka pasur në parantesë të ardhjes së proceseve demokratike, si varezat e dëshmorëve, si lapidaret kudo që kanë rënë njerëzit dhe kanë dhënë gjakun për lirinë e këtij vendi, sa i antifashizmi i dieshëm është i barabartë me atë NATO-n e sotme, me ato qëndrimet që NATO mban sot në botë. Dhe më vjen mirë që Berisha ka ardhur në këtë pikë, por në gjuhën e tyre, ne nuk mund të presim butësira, për të mos thënë nuk mund të presim rumbullaksime të fjalëve, kur ato e kanë deklaruar hapur që gjithë fushata është në dorë të dy kryetarëve. Ne nuk po shohim stafe të konkurojnë, ne nuk po shohim programe sektoriale të konkurojnë, ne nuk po shohim ekipe ku të besojmë dhe si e tillë neve jemi fuqizuar për të parë me lente të dy palët. Do t'i bëja një kërkesë Ramës për sa i përket konceptimit të gjyshërve.
Unë do t'i thoja ka një gjysh fëmijë e mi, që është 78 vjeç, është një njeri që sapo është kthyer nga një aktivitet artistik në Prishtinë, me forcën një djali të ri koreograf, si e bën një djali i ri aty. Gjyshrit i marrin në konsiderat, se pa ato gjyshë nuk kemi ku shkojnë, dhe ADN-ja e këtij kombi më shumë se sa ne nga 50 e poshtë është ka ato gjyshrit, dhe në rast se ka dashur ta simbolizoj Berishën gjysh, pa dashje i ka bërë shumë kuotime pozitive, sepse ka shumë lider botror, të cilët drejtojnë shtete në këto mosha dhe janë të suksesshëm, por nga ana tjetër. Që ke bërë demokrate? Jo, demokrate në shpirt është çdo socialist i ndershëm, se nuk e di ti që është këtë. Të lutem. Po më habi që pas të votu për Bashën, si se kanë kandidur të PD-ja, si se kanë marrë për deputetet. Jo, po. Sa kanë marrë ka nuk i duan, nuk i do. Tani ta mbaroj frazën. Të lutem, do doja të mos bëj gabime me grupe shoqërore, sepse edhe në para fushat ka gabuar me mësues, ka gabuar me infermier, ka gabuar, nuk është kjo Partia Socialiste. Partia Socialiste është partia e gjyshërve që kanë bërë dhe kanë dhënë gjakun për atë parti, për atë ideal dhe për këtë të ardhme. Okej, publicitet rikthehemi sërish në studio. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zoti Abazi, për të njëjtin argument? Me gjithë respektin dhe analizën që bën dy analistët natyrisht, edhe në mbështetje të zonjës Majlinda, unë do të thosha më mirë të fokusoheshim pse ndodhin këto cingërima të tilla, pikërisht 10 ditë pasi është hapur fushata, kur të dyja forcat politike si PD-ja dhe PS-ja kanë patur kohën e mjaftueshme, PD-ja për të provuar planet ose programet që hartoi dhe i vuri në zbatim për 8 vjet, madje edhe PS-ja me mundësitë që ka patur, hartoi programe, i ribëri disa herë, i freskoi dhe na erdhi me një platformë përpara disa muajsh që ta tregonte se si do të implementohet pjesë deri në fitim të zgjedhjeve të Ministrisë Tregjërore. Për sa i përket këtyre incidenteve të quajtura nga gjërat e votë shklafare që thatë ju deri tek Tritoli, këto janë vërtet për të shqetësuar. Unë do të thosha që për sa kohë partitë politike kanë mbi 3 muaj që kanë filluar fushatën elektorale. Janë konsumuar jo qytetarët, janë detyruar qytetarët nga të dy krahët për të vajtur për të ndjekur madje ata, por politikanët janë konsumuar. Dhe mos u çudisni, nuk ka për të ndodhur tension më i madh, por do të ngacmohen me gjëra të tilla për të prishur imazhin njëra tjetrës në thonjza, sepse secila ka profilin e vet tashmë. Tani ju jeni me një aleat në këtë të mëdhenj apo se po flisni si baraz larguar këtu? Ne jemi Forcë Liberal Demokrate e Qendrës, jemi Aleanca Demokratike në koalicionin me Partinë Demokratike. Si po sillet lideri Berisha? Ju lutem, lideri Berisha, ndaj u thash, kishte të gjithë mundësinë për 8 vjet për të treguar ato gjëra që dinte të bënte shumë mirë. Dhe lideri Berisha ka folur me vepra, ju lutem, ka folur me vepra, dhe çdo qytetar shqiptar është në gjendje që të bëjë analizën e asaj çfarë është bërë, se praktika ose vepra është më shumë fletë se sa fjalë të tjera. Ndaj do të thoshe që edhe Berisha nuk duhet të fillonte 3 muaj përpara, madje të konsumonte edhe veten, edhe qytetarët dhe shumë fonde të tjera në një moment të tillë. Sipas ka dëgjuar. Mua nuk më jepet mundësia për të komunikuar në ato nivele që ju mendoni. Ne kemi zgjedhur të bëjmë një fushatë të tillë me aleancistët për të bindur vetveten dhe madje edhe pjesën tjetër gri, se kush është mënyra më e mirë se si duhet sidhemi ne, që të jemi më pranë qytetarëve, nevojave të tyre dhe problemeve, përpara se të konsumojmë apo të bëjmë edhe show, natyrisht nëpërmjet shpenzimeve të tilla që në një mënyrë apo në tjetër janë kosto e rënd mbi qytetarët shqiptar. Po zoti Rama do t'i ketë thënë se dy janë njësoj, në kushte të tilla si zoti. Edhe zoti Rama, nëse ai do të vazhdonte, nuk të dëgjoj Berisha të hoqë nga koalicioni. Ju falenderoj për mundësinë që më jepni që ta rishpreh edhe një herë, qëndrimi jo vetëm im personal, por i aleancës së Shqipërisë. Shqipëria nuk ka luksin për të bërë shpenzime të tilla muaj përpara fushatës. Dita po afron, janë të mjaftueshme ditët për të treguar ato gjëra që kemi bërë dhe janë të mjaftueshme për të bindur qytetarët. Ka ditë të plota përsëri për të thënë edhe alternativat e palës tjetër, ashtu siç edhe neve me modesti kemi ditë për të sqaruar qytetarët tanë, mbështetësit tanë, votuesit e aleancës dhe përtej asaj zone gri që mendojmë ne, që jemi njerëz të cilët nëse ata do të na besojnë, së bashku bëhemi më të dobishëm, jo vetëm për njëri tjetrin, por edhe për kombin. Ky është slogani për të përgjigjur para 3 muajsh që më bëri pak ka qenë këshilltar i Berishës, mos i ka thënë Ceka Berishës, fillo fushata. Ju lutem. Ato i kanë të gjitha
procese për të bërë një model ndryshe, Gimi. Në rast se kanë qenë bashkë me Berishën dhe në rast se Berishës i mungon sensi i llogaridhënies, por vetëm vazhdon t'japi den që do vazhdojmë prap, le ta çajnë ato modelin dhe ta bëj padëja dhe të japi aty ku ka vëndet. Atëre më falni për të qenë pjesë me qësimi në debat. Me këto parime që zotëria thot. Ju parimet i ka shkëlqyer apo me çata çaj. Mund të Ju keni 8 vjet. Ju gaboni për sa debat drejt për drejt me ty sepse unë do të diskutoj diçka tjetër, por të lutem. Keni 8 vjet. Kishit mundësinë t'ia jepni të gjithë alternativat, gjithë mundësitë Berishës. Tani flet para 3 muajsh. Kryetari i partisë tuaj shkoi ambasador në Itali. Bëhu më korekt së paku për vitet. Aleanca Demokratike, ju lutem më lini ta shpreh së paku shifrën të thuhet nuk kam mbushur 4 vjet në aleancë me Partinë Demokratike. Ju lutem, pra nuk kam mbushur 4 vjet. Në kushte të tilla, kjo nuk do të thotë, ju po ju them shumë sinqerisht, Aleanca Demokratike është vërtet një model i liberal demokracisë në Shqipëri. Sa për të bindur për këtë, më lejoni të shpreh pak më tej. Pra, në Aleancën Demokratike kanë ndodhur zhvillime dhe ndryshime për gjatë këtyre 3-4 vjetëve, duke ristrukturuar, riformatuar drejtimin dhe shumë hallka të tjera për të përfshirë. Ju lutem, jo me pjesë ta. Çfarë aksioni politik keni ndërmarrë ju si forcë politike për të ndryshuar diçka gjë? Kemi ndërmarrë dhe nuk kam mjaftuar ajo. Do t'u them një gjë. Meqense zot në gojë zotin Seka që tashmë mbase vlen që ta kujtojmë ose zë Lemza, po ju them një gjë. Nëse kryeministri ka bërë një zgjedhje për këshilltar të kulturës, një personalitet siç ishte Neritan Seka, do ta kishte nder çdo lloj kryeministri që ta vinte tek ai pozicion që kishte. Nëse do ta politikisht, ju lutem, po flas politikisht, nuk po flas në momentin që zoti Seka është përfshirë si këshilltar i zotit Berisha, ai ka krijuar hapësira madje dhe figurat e tjera të afrohen, ju lutem. Nuk kanë qenë. Juve duhet keni ndjeni, natyrisht edhe mediat e kanë dhënë, që ka mbi 2 vjet që zoti Ceka ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i partisë, po, natyrisht, në momentin që ai kandidoi, ju lutem, dua plotësojmë edhe ato në vijim, do të thotë që ka dhënë dorëheqje edhe për shkak të kandidimit që bëri tek Akademia e Shkencave. Mediat mbase u treguan të pavëmendshme për të përcjellë të gjitha mesazhet, nuk them për të. Pra ideja është kjo është çështje e organizimit të partisë, por unë do të thoja këtë. Për çështjen e mesazhit që dha dhe kryeministri Berisha në bledhjen atje në takimin e Kavajës. Unë besoj këtë që Sali Berisha sa herë që shikon veten ngushtë, fillon me ato retorikat, fillon me ato sulmet e veta karshi gjithë opozitës. Dua të kujtoj këtu vitin 2003. Momentet kur vinte ajo historia ngritja e moralit tek demokratët. Sali Berisha ndërmori një fushat ngritjen e bustit për shembull ta Zem Hajdarit në çdo hyrje qytetit Tiranës. Qyteti Tiranës, flas për gjithë Shqipërinë. Ndërkohë që vim tek ajo statuja që është në hyrje të Kavajës. Unë besoj që Sali Berisha përpara se të shkonte të fliste për statujën e Kavajës, duhet i thonte qytetarëve të Kavajës çfarë ka bërë 23 vjet qytetin e Kavajës. Atë duhet i fliste qytetarëve të Kavajës, mos fliste për një bust që nuk i jep tajnë asgjë qytetarëve të Kavajës. Çfarë thonë? Punësimi i qytetit të Kavajës është në minimumin e tij. Ekonomia, deputeti qytetit të Kavajës. Deputeti qytetit të Kavajës për 23 vjet me radhë Kavaja në atë gjendje të mjerueshme. Atëherë qytetarët e Kavajës flasin për mjerimin, ai thotë se bën për mjerimin, po mos flasin. Ai është marifetçi i paparë në këto historira. Po je kontradiktor po vallë. Tani thua mos hiqen monumentet, dhe tani thua meqense aty ka bashkia e PS-së, po kemi ato që merr përsipër të bëj Berisha. Por Berisha e ka kuptuar që është në fundin e tij. Berisha e ka kuptuar që është në fundin e tij, mundohet të mbajë dhe të karikojë atë turp njerëz që mund të ketë dhe ato mbështetës që mund të ketë, por normalisht ai duhet të shkonte në Kavaj dhe duhet të jepte llogari për 23 vjet që ka qenë përfaqësues i qytetit Kavajës. Po shkoni dhe shikoni Kavaj, gjëra shëndetësore. Dolën i dha llogaria ai. Ju bush shtetin plotë për plot në Kavaj. Në Kavaj ore, a e ke parë? Plotë për plot ju bush. Ideja është që sloganet që hidhen përpara zgjedhjeve nuk duhet të cënojnë vendimet që merren nga institucionet siç janë. Ai do të thonë llogaria. Me monumentet. Unë mendoj që një element që po mungon fushatën tani është elementi llogaridhënës. Po zonja Keta. Unë mendoj që ai që po mungon tani është elementi llogaridhënës. Ne kemi dalë nga një 2009, ne kemi një hartë
të shtrirjes dhe të dominancave të deputetëve me ngjyra partie në qytete të ndryshme. Në qytete ku kanë fituar këto parti, unë nuk shoh asnjë tendencë të tyre për të dhënë llogari se si u përfaqësuan qytetet. Dhe prandaj se nuk u dhan këto llogari, mori shumë frymë çështja e trafikimit nga palët drejt palëve, sepse këto nuk e konceptojnë që marrja e pushtetit në një pikë konsiston me dhënien atëherë kur ti e rikërkon ose kërkon ta marrësh në pikën tjetër. Për mua llogaridhënia është një element që i mungon fushatës komplet. Deri diku Berisha ka një tendencë për të thënë që jemi më të mirët, kemi bërë këtë, po dhe Berisha duhet të ishte shumë herë më i organizuar në raport dhe me opozitën që në qytetet tëra ka qenë në majorancë me deputetët e vetë, për të dhënë llogari se ç'bën këto deputet për qytetet, për qytetarin. Si është gjua e Berishës? E tensionona e situatën? Se ne jemi mësuar... Problemi... Më fal, kur e mori ekipi... Kërkon llogari opozita, janë gjona të ndonjë. S'mund t'jap llogari opozita në fushat. Po si s'mund t'japi? Po mund t'japi sepse opozita ka nga ato deputet që s'kan fol 4 vjet një herë. S'ka rëndësi se sa flet, ka rëndësi roli që se kjo e folmja në parlament është. Po çfarë shkon në foltore? Por çfarë shkon në foltore? Le të flasim se çka kanë zgjedhur në kushtet e qeverisjes tjetër. Ka një moral të llogaridhënies. Ka deputet që flet kot për të duk se po flas. Të lutem është populli që gjykon ato, po jo të mbashkat. Të mbash 4 vjet karikën e parlamentit pa folur një herë për ato që i more votën, sa mirë po birbilosin këto tani që marrin përsipër që do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, do rrezojmë këtë, do marrim këtë, po do vazhdojmë këtë. Të favorizojnë edhe sistemi, ndërsa partitë zgjedhin. Ato sistem kanë pasur në 2009-ën. Çfarë bën në 2013-ën për t'ju referuar 2009-ës? Ishte një pikë nisje që duhet ta bëjmë të dy palët. Por kam bindjen të lutem se politika shqiptare futet në fushat elektorale me një paramendim se ne këto do na japin duke paragjykuar votën me ngjyrën e vet. Harrojnë që nuk janë më si në 2009-ën sepse edhe formëzimi politik i partive politike është tjetër dhe në të njëjtën kohë kriza ka bërë efektet e veta mbi qytetarin. Atëherë, okay, ti mund thush që deputetët e opozitës nuk kanë bërë opozitë, por nuk është llogaridhënie. Po ajo pra, po m'fal, llogaridhënia është dhe ajo të ngrihesh se sa herë ka hall qyteti. Po edhe të heshtis kur qyteti lëngon, se çapo duket. Nuk duhet për qytetin. Më fal, të lutem, po çfarë do opozitën atëherë? Për çfarë bën gjithë këtë luftë? Që zejnë ato karrike. Por të marrë një rol ka ato qytete kur kërkojnë votat e veta. Por të kërku llogari. Kush është roli? Si e kërkon llogarin? Ku e kërkon llogarin? Ke zyra Berishës? Jo re atje në foltorët parlamentit publik kush, që ta dëgjoj ai qytetari që e ka votuar që halli atij dil kanë parlament. Tani të shkojmë me mec 4 vjet dhe të kërkojmë përsërimet në njëjtën forcë, jo? Biles kjo duhet ishte një standard. Ore të dy palët kanë një pjesë e deputetëve nuk flasin. Po zonja Gjia, rolet janë të ndryshme. Zonja Majlinda nuk e ka më shumë te llogaridhënia si koncept më vete se sa tek mënyrat e gjua që përdorin në fushat, sa kjo gjua është euforike, sa është mbushur me figura dhe sa është analitike. Dhe kjo është mënyra e të bërurit fushat mirë. Besoj se Partia Demokratike, djatha e ka nisur shumë mirë të bërurin e fushatës, deri edhe para se të fillonte ligjërisht hapja e fushatës, pasi ka vetë kryeministri ka shkuar në vende të ndryshme, në fshatra të ndryshme, në qytete të ndryshme dhe ka zhvilluar biseda me fermer, me grupe interesi, me biznesmen, për çështje konkrete që kanë të bëjnë. Dhe mua më duket se kjo është një dialog frutdhënës dhe në formë analitike. Nga ana tjetër, kur fushata konceptohet dhe del në një miting, natyrisht që aty gjua është më e koncentruar edhe nuk mund të bëhet fjalë për të dhënë në llogari, sepse aty të mbërthen euforia e turmës dhe të kap ajo imazhi se çfarë ti do të bësh për atë turm që është përpara teje dhe që shpreson prej teje. Por ajo që më tremb mua dhe që jo më tremb mua më shumë, po shoh që sa më e madhe është sa më shumë i rrit opozita numrat që shfaqën, ne do fitojmë 70, ne do fitojmë 81, besoj se aq më e madhe është dhe frika e saj nga humbja në këtë fushat elektorale. Absolutisht nuk ka asnjë frikë në këtë fushat. Partia Socialiste ka hyrë për të fituar këtë zgjedhje, por unë dua të thoja këtë që si mund të shkoj, unë kam ndjekë edhe këto tanhollet e kryeministit Berisha.
Normalisht, kryeministri Berisha aty flet vetëm për ato arritje, rrugë, siç e ka ai atë metodën e vet. Por normalisht, kryeministri Berisha ka 8 vjet në pushtet, ka mandatin e dytë, 4 vjet nga 2019 deri tani. Ai pak a shumë do t'i japi gjithë qytetarëve mesazhin dhe llogaridhënien. Llogaridhënia është kryesorja në demokraci. Nëse nuk ti i zgjedhur dhe normalisht ke marrë votën e këtij qytetari dhe nuk ke një llogaridhënie, atëherë për çfarë shkon aty? Për çfarë? Për të mbushur mendjen që unë kam marrë. Llogaridhënia është kryesorja. Llogaridhënia, ato stisjet që bën, ato mitingjet me listë. Ato mitingjet me listë dhe çkosh ti flasësh që disa qindra mijëra personave me listë. Atëherë nuk ka llogaridhënie, ka thjesht një show mediatik dhe ne si opozit jemi munduar që të nxjerrim pa të gjitha ato problemet që ka realisht Shqipëria. Problemet ekonomike që janë sot. Është e gjitha stisje, ju keni shumë të drejtë. Fushata që bëri dje Berisha në Pogradec. Ai ngriti në formë imagjinare një spital. Si mund të shkojnë një dikasteri tërë me kuadrata dhe ju po shikoni prallën e Mbretit Llakurinj. Si mund të shkojnë një dikasteri tërë? Le të shkojë Edi Rama në Pogradec. Besoj që të gjithë këtu jemi spitalin e Pogradec. Është trishtuese të shkosh sot miting me dhunë. Ai shkoi atje, inauguroi një spital. Do ishte më mirë që forma me cilën Berisha do të bënte inaugurimin e një spitali. Kushdo qoftë dhe i Pogradecit unë ndoqa. Atje dhe ta gëzojmë Pogradecarët, se në fundit është për popullin. E gëzofshim mos u shtrofshin. A do të ishte më mirë që Berisha në 8 vite që ka ndruar disa ministra të mund të bëj një herë një refleksion kritik mbi ato që s'bën dhe bën. Sepse ke Berisha në qeverisje, por shohim edhe një fenomen tjetër, që vjen ministri pasardhës dhe fillon atakon ministrin paraardhës. Tani që syri kritik për çdo pasardhës për paraardhësin duhet të jetë është një mënyrë zhvillimi se i ka objektivat e qarta. Po që ta arrit të atakojnë në çështje tenderimesh të mëdha dhe të bëjnë akuza të mëdha, kur deri përpara 1 prillit ministri ekzistues është thënë se ishte reformator, sfidonte, bënte, mua do më pëlqente Berisha nëse do t'i bashkëngjite këtij moralit inaugurimi dhe me një farë refleksioni politik të vetvetes se ku gaboi Berisha, që ala për shembull shëndetësinë LSI për kaq vite. E ka mendje në mendje, ta mendoj se është popull dhe pret. E ka mendje në mendje, në vesh më buçet akoma fjalia e Monika Kryemadhi kur i drejtoi Aldo Bunçit, edhe asaj zonjës në Lezhë dhe i thoshte ju s'keni bërë asnjë gjë këto 4 vjet. Tani do vi LSI-ja do ta bëj. Problemi është zonja Kryemadhi më flet mua që s'kemi bërë asgjë këto 4 vjet. Po në qoftë se Berisha ka menduar ta personalizojë gjithë fushatën. Është ku ti kërkoj rrënjët e tua LSI? Ne ta mbajmë të tëra dhe me syrin kritik. Jo kështu është, ku ti kërkoj rrënjët e tua LSI? Nuk është ashtu, ti deponove atë që ka thënë, nuk tha zonja Kryemadhi. Ashtu që duhet bëhet. Ju s'keni bërë asnjë gjë ta këto 4 vjet. Po i tha zonja se në spitalin e Lezhës të Rësheni drejtoni LSI-s, tha që është njeri shumë i nderuar. Nuk është. Nëse Berisha i pas ka lëshuar këto të LSI-s për të bërë dëmin e qeverisjes vetë është besoj se njeriu që punon edhe gabon. Berisha nuk ka dalë që thotë unë jam Mesia. Unë jam i pagabushur. Unë jam i pagabushur. Nëse gabon, është shembull e demokracisë. Nëse gabon, nuk realizove. Si mund vish tani dhe thuash që mbas 4 vjet ministri i gjeti këto 51.900 vet pa punë. Atëherë gabove, hap kraun, kjo është demokracia. Hap kraun, lëri ato të tjerë që kanë vullnetin për ta bërë. Kjo është demokracia. Le të shpresojmë që dje keni marrë votat e gjysheve me fjalitë e zotit Rama. Tani mas 8 vjetësh. Atë Byzylyku rilindja, ju lutem kamera ma fokuso, ju lutem. E keni kështu, e keni në normë të tërë? Ja, ka shpërndar të tërë? Quhet reklam, është reklam, duhet pagoj Ylëndroqin ai. Mund të dhuratë ty ta bëj dhuratë. Duhet ta pagoj presidentin ai për atë. Është çmduron mua. Do të jesh i mbështetës më i fuqishëm. Duhet ta pagoj presidentin Ylëndroqin ai për atë. Edi Rama nga ata biznesmenet me atë reklam që bën. Atëherë, kërkoj kamës mos fokusohet kjo. Mos fokusohet fare. Po, do të mendoja që analizat që nisi zonja Majlinda ishte shumë korekte. Nëse ajo tha duhet të bëhet një bilanç ose një analizë, pas çdo procesi, jo më një mandati, Partia Socialiste ose opozita duhet të vinte me një bilanc të aktivitetit të saj parlamentar, sjelljes që ajo ka mbajtur për 4 vjet, si ka reaguar dhe sa ka ndikuar qëndrimi dhe loja që ka luajtur ajo politike në parlament tek
parlamenti tek vendimarrja. Nga ana tjetër, Partia Demokratike nëse ka qenë komode nga mosqenia e Partisë Demokratike, i ka bërë dëm të madh se nuk ka korektuar shumë element të programit ose të nismave që ka patur ndërmend të merte ose element programor, të cilët mund t'i vinin më në ndihmë zhvillimit të Shqipërisë. Në kushte të tilla, të dyja për mendimin tim duhet të vinin me një analizë dhe të thoshin loja jonë politike në parlament, sepse të dy si Partia Demokratike ashtu edhe Partia Socialiste janë dy shtylla të legislativit. Në kushte të tilla janë përgjegjëse dhe nuk mund të tërhiqet asnjëra prej tyre dhe të thotë madje është faji njërës apo tjetrës. Nuk mund të tërhiqet një deputet që është zgjedhur dhe i është deleguar pushteti gjëja më e shtrenjtë që ka ai për ta përfaqësuar, madje për të luftuar për të, ta lë vakum vendin ose të tërhiqet në pozicione sipas dëshirës të kryetarit të radhës. Në kushte të tilla, analiza po të bëhej, do të ishim shumë pranë gjërave dhe kjo fushat tash do të ishte më e fokusuar drejt problemeve, të cilët do ndihmonin zgjidhjen për mandatin që vjen, pavarësisht se kush do të ishte ajo forcë politike që do fitonte. Zoti Neza, kam një pyetje të tillë. E përmendi zonja Keta që zyrtari ose ministri që është në detyrë, që vjen në detyrë, ka një mendësi që e sulmon dhe hedh poshtë punën e paraardhësit. Kjo ka ndodhur me gjitha partitë, po veçanërisht tani, domethënë duket si me spikatur pas ikjes së LSI-s nga qeveria. Cili është komenti juaj? Kjo i jep një formë tjetër kësaj fushate, sepse e kemi parë në disa raste. Jam komentin e filloj gjithmonë të studia ke parasysh kur ke ftuar të LSI-s, PS-s kam qef të pyes gjithmonë. A ka kërkuar falje herë për akuzat që ka bërë PS-ja LSI-s? Dhe LSI-s i them a ka kërkuar falje, domethënë sepse gjithë lufta ka qenë midis PS-s dhe LSI-s. Po deri ishte në rregull. Tani janë aleat. Tani s'kan kë sulmojnë tjetër aty, do sulmojnë PD-n tani në koalicionin e ri. A keni kërkuar zoti Bullazi? Brenda aleancës Partisë Demokratike ke dhe aleancën demokratike para 4 vjetësh. Ju merrni me forcë madhe, po kjo është pjesë politike se pjesë e çështjeve që normalisht analistët politik mundohen të kapen pas kësaj dhe të humbin gjithë fokusin nga çështjet e tjera që na shqetësojnë, ëh. Jo më shqetësimet ke se kemi thonë ka probleme shtetësia, ka probleme se shkojmë në spitale i dimnë, ka probleme papunësie, ka probleme qytetari, ka probleme institucionale ndërmjet dy forcave politike, në qytetit e ka probleme me çdo gjë, ka probleme për kopshtet e ka probleme për lulishtet e ka sa probleme ka këtu, nuk diskutohet, këto nuk diskutohen dhe hajde zgjidhen të probleme. Por pse ministri vjen dhe evidenton, domethënë gabime që janë bërë nga paraardhësi, të dalë ministri tjetër të justifikojë. Nëse ka gjetur zoti Halim Kosova, domethënë tendra që janë bërë në shumë marramense dhe nuk janë baz ligjit, prokuroria duhet të fillojë me një heretimi. E kupto? Jam dakord. Dhe nuk duhet t'ja marrin për keq një zotit Halim Kosova pse konstaton këto gjëra. Jam dakord, qoftë se kjo është jashtë asaj luftës politike dhe jashtë retorikës ditës, jam dakord, zoti Kosova ti drejton prokurorisë. Ashtu siç jemi drejtuar në Këshillin Bashkiak Prokurorisë për çështje të ndryshme, për gjithë ato dëm ekonomike që bën në Bashkinë e Tiranës. Ideja e denoncimit është ide shumë e bukur, nëse fushata do pasurohet me këto elemente. Do lëvizin gjëra, ta kuptoj se ne kemi ngel vetëm baltosim dhe nuk bëjmë presionin ke organet e drejtësisë, por baltosim njëri tjetrin. Kjo është problemi. Dhe zoti po mbaroj zotin Nesa, ta mbaroj. Po lënë më marrë. Po tani jemi në mes fushatës zotin Nesa. Ke bë pyetje. Domethënë ajo që më shqetëson mua është ta lëm zotin Nesa të mbaroj. Kaq, domethënë ajo që më shqetëson, domethënë që në momentin që tani PS dhe LSI është një aleate me njëra tjetrën, domethënë është kaq shqetësuese sepse evidenton një ministër probleme që kanë qenë përpara. Ndërsa të gjithat e baltosin që ka bërë PS-ja më parë, domethënë tani e quhen sikur s'ka ndodhur asnjë gjë në atë kohë, domethënë. Kjo është problemi që duhet të reflektojnë. Duhet thotë, do më dalë ja Edi Rama thotë, këtu kam gabuar, më i kam rënë qafë Koti Lirmedës. 1 2 3. Këtu kam pasur drejt, po do t'i përmirësojmë gjërat. Çdo herë që e shtrojmë këtë pyetje, gjithë thonë vizioni, ne shohim përpara, ne nuk shohim mbrapa. Atë shohim përpara, po ku dihet si do shkojmë pastaj aleanca. Dhe kjo është pastaj për 1 për 2 apo se edhe ky sistemi është si dihet si do shkojë pastaj. Me çargimin jam i sigurt që fiton thotë e majta. Po ku i dihet atë? Bashkimi me shifra e ka qit. Nuk i dihet jo me Berishën asnjëherë, nuk i dihet me Berishën. Na kaloi edhe këto akuzat. Nuk është se jemi tamam në objekt në akuzat në ndërsjellta politike të palëve, po kjo është një shprehje e kulturës politike shqiptare në përgjithësi, që palët
në momentin që ti je me mua, je i mirë dhe je në rregull, në momentin, në sekondën që ti kalon... Pak a shumë më të, tha Zotineza. Po. Kjo, tha, Zotineza tha, e ngushtoj, e reduktoj vetëm tek marrëdhëniet... Prit ta themon. Vetëm tek marrëdhëniet PSLSI. Kjo është shprehje e një kulture që ka ndodhur në pjesën tjetër të PD-s. Kemi rastin e zotërisë që është përfaqësuesi i Aleancës Demokratike. Kjo ka ndodhur që në vitin 92 kur Lima 92. A ka kritikuar? Më jemi realë. Ka kritikuar PS-ja, ka kritikuar ministrin e Shëndetësisë, ka kritikuar zotin Nasip, ka kritikuar dilte Erion Braçën në parlament me letra do i ndalojmë koncesionet. Tani do të rrim gjithë natën ti për me, ka shumë gjana. Në mënyrë telegrafike, po them ai qytetari që na dëgjon ne sot, bashkim ai thot, prap kështu do vazhdojmë kjo punë, thot ai Shkreti. Ta marrojmë deri në fund, pastaj bëjmë debat, se ti nuk as vetë tani nështë as jam shumë i qartë se që do thoshe, se më ndërprej. E bërë si Lubonja, ja preve fillim. Ja preve fillim. Shprehja e kulturës politike shqiptare e demonstruar gjatë gjithë këtyre 20 vjetëve. Dhe për fat keq, s'po mujmë medalë për kësaj kulture. Me gjithë përparimin që kemi bërë. Pra, kjo lloj historie e përplasjeve të brendshme, po edhe reciproke, ndërmjet dy kampeve, ka ndodhur që prej vitit 91, ja do të dhash shembull me qenë se ishte zotëria, me Aleancën Demokratike, me PSD-n, ka ndodhur mrena me krimin e fraksioneve, mrena Partisë Demokratike, Partia e Djathtë e tjerë janë kryu, kanë nik, janë kthy, po është shumë histori. Tani se unë mund të them ty, të nxjerr ty si ka mundësi që Erben Imami ka hyrë me automatik mbi tank dhe ka bë këtë dhe i ka kërku falje. I ka kërku, kam idenë që po. Lutem të ta balancoj pak. Ja të dhënë argumentat se kjo ka ndodhur dhe këti dhe ne, dhe kjo është pranaj. Kam idenë që ka kërku falje se kish më let Neritan Cega që ka dalë me sipas Neritan Cega duhet të kërku falje. Jo, po si ka kërku, se atëherë nëse ti ke përshtypje që i ka kërku, edhe unë po të them që edhe këta Rama Meta kanë përshtypje që i ka kërku, do jenë takuar. Kërku. Kam përshtypje. Po ti si as ke krau i Metës, as ke krau i PS-s. Unë po bëj një analizë tamam dhe po them që shprehja është e balancuar, pra s'mund ta akuzosh vetë. Jo shprehje e kulturës tonë, pra që e kanë demonstruar liderët. Biles edhe ata nuk është se nuk e kanë pranuar, publikisht kanë pranuar kur kanë thënë mos merremi me të shkuarën, kjo do të thotë është një farë shfaqësimi ose një farë kërkesë. Kështu do vazhdojmë ne? Po, nuk do të vazhdojmë. Dhe po them unë. Pra ne duhet ta kalojmë këtë dhe të kemi kujdes, nuk është ndjes midis dy njerëzve. Po flasim për fushat me objekt njerëzit, për që në shpresë ose për t'ia fikur atë shpresë. Mos të lutem, mos thjesht zoka shumë. Nuk mund një tjetër. Jo, nuk e po e thesh zoj. Unë desha ti heq. Jo ti heq. Gimi dha një argument të bukur. Po, unë ja dhash edhe një simetrike Gimit. Një argument tjetër të bukur. Po, kjo ka ndodhur në të majtë dhe në djathtë. Kjo ka ndodhur, edhe që nuk është mirë, s'duhet ndodhte, po ka ndodhur. Po kjo s'do të thotë, më fal, e fundit, e mbarova Valandi, kjo s'do të thotë që e majta për shkak të disa ndarje në një moment caktuar, të mos bashkohet. Okej, publicitet rikthehemi sërish në pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio, vazhdon debati në emisionin që unë drejtoj edhe kur futen reklamat, po zonja Gjia kishte për në fakt ndoshta tani të debatuar me zotin Muça. Diçka të vogël do të doja nga kolegët të më sjellin në kujtesë ndonjë rast kur mbas një prillit kryetari i opozitës ka thënë një fjalë të mirë për LSI-n. Dhe do të doja të më sjellni një rast kur kryetari i Partisë Demokratike ka sulmuar LSI-n mbas një prillit. Nga këto dy gjëra që unë nuk besoj se do sillni raste, sepse dhe unë vetë me koshërinë time kam kërkuar. Jo, ju lutem. Desha të them këtë, që ai lloj amoraliteti i asaj marrëveshje ka mbetur si një ujë ndënjur pezull që askush nuk guxon të fusi gishtat sepse do qel beter. Dhe ajo baltosja që përmendët juve çfarë? Sa thahet, sa del dielli bëhet pluhur dhe pluri pra bëhet bal. Është e njëjta gjë. Bëj një pyetje se
Tani ajo ju bërim pyetje, përgjigju një herë. Jo, është një tabu që kur i pyesin opozitarët për këtë marrëveshje thonë ti lë më njan këto vazhdojnë përpara. Domethënë nuk ka, unë nuk gjej asnjë rast që kryetari i opozitës mbas kësaj gjëje të bukur që bëri, që u bashkuan, që shkuante në Shkodër, nuk ka folur një fjalë të mirë për LSI-n. Nuk bëhen me fjalë, po janë gjëra institucionale. Është sikur i ka lëshuar një dhomë në shtëpi, por rrinë si dy të huaj që kalojnë në një korridor të përbashkët, por me qenë se ti po e shpjegon me dhoma, unë them, a moralitete që unë ti që të kthehesh nga një shtëpi matan ose nga një lagje matan projt në lagjen tate, aty ku ke veni. Një. Pyetja tjetër, dhe kjo do doja i përgjigje, cili është amoralitet më i madh? Kalimi i LSI-s në të majt në vendin e saj të Spektrit, apo majtja e kësaj qeverie në kam, me vota që kanë shpreh një vullnet të kundërt me ty. Me vota të blera. Kush është qeveria? Qeveria Qeveria Berisha s'ka shumicë. Si s'ka shumicë? Mahet me 3 deputet. Jo, po ajo ka qenë rasti Nanos, ka qenë rasti. Lutem, cili është ma japi përgjigjen Miranda, cili është amoralitet më i madh? Vetëm kur nga ana ligjore mos tash. Një kryeminist rrin pushtet me korrupsion politik. I kërkoj falje të ndryhyn. Ai e mante Berisha qeverinë edhe me zëvendësministra. Pa problem fare. Kush Berisha? Nano po thu. E bante Berisha si që ka mbajt Nano me Hajdaragën 2004. Do të ishte shumë më mirë. Me ministran detyrë. Dakor? Do ishte shumë më mirë. Është në rregull Berisha. Do nuk është që ky është amoralitet. Si kanë rregull Berisha? I rashur me qeveria rregull edhe qeverisja bëga trafik me votës majtë. Po ke përgjigje. Si trafik vëlla. Ti e përjashto për një parti i ikën ajo. Prillit thotë zot. Ti mi më mirë. Qeverisjen flasim 1 minutë Pullazi. Qeverisjen o zotri. O zoti Pullazi, qeverisjen e bante dhe me zëvendësministran detyrë. Pra qeveria nuk binte. E para. Dakor, e para. E dyta, kur e përjashton ti, që i thu Kasret Islamit ik, i thu Arben Males ik, i thu Marko Bello ik, i thu Kuti Berçaqi ik, kur i përjashto këta, ati dëgjani, po i përjashtove dhe ti, i përjashtove, për që ti bësh tani, është qeshtje, është moral midis, pas ka faj Meta që ka lëvizu nga Berisha dhe pas ka... Po është morali midis këtyre, është morali këtyre. Jo, ma nuk është kjo logjika, kjo është logjikë. Kaq, ju më thosha vetëm që zbinte qeveria. Jam që zbinte qeveria. Pastaj ke morali, është cili morali atyre. Cili mund ta jap përgjigjen? Cili është amoralitet më i madh? Shkosh aty ku ke venin, apo të majsh një qeveri... O lumë të Ilir Meta që ka shkuar aty si Ilir Meta, o dojë bëjë 10 ministra Ilir Meta, o botë kërë ministra Ilir Meta, Ilir Meta bravo i qoftë, ka shku në vendin e vetë, o botë kërë ministra, me një 10 ministra atje, o si thëmë një partinë. Dhe një pyetje shtes. Vend thellë ka shku. Dhe një pyetje... Do t'i ngecim ato halat në fyt. Kujt? Ato sepse zonja tha që Sali Berisha nuk ka përdorur asnjë fjalë kundër këtij koalicioni. Normalisht që të nesër Berisha tha do t'i ngecim halat në fyt. Çfarë ishte kjo? Ishte forma presionit? Dhe tjetra, fal. Shiko, që ta përmbyllim si ideja se spekulojnë me këtë amoralitet. Nëse quhet se një pjesë shumë e madhe kanë quajtur amoralitet lëvizjen e LSI-s ose koalicionin e LSI-s me PD. Jo mos e quaj askush i moralitet. Nuk e quajti, pa pjesa e majtë. Askush mos e quhet, atëherë kjo ka bën lëvizje të bukur Ilir Meta. Cili është amoralitet më i madh? Merr vota nga majta. Ke qeveri. Merr aty një 10 deputet sigurt edhe po ligjin ke PS. Ai është kryeminist që s'ka shumicë. Ka blevo. Pse ja ka dhënë, lutem. Pse ja ka dhënë votën Kasret Islamit Berishës për kryeministë? Është blerje kjo. Mund të kishte edhe një ligj bile, po të hetoj, po të kishe ti një prokurori shumë fort, e merr atë zotnin edhe para përgjegjësisë penale. Pse? E merr edhe para përgjegjësisë penale se mund të jenë dhënë edhe e para punës i shpërblim. Një shpërblim me post deputeti këtej i sigurt. Dhe quhet shpërblim këlla. Se deputet merr privilegjet, merr rrogën, merr kushe e tjerë, dhe janë gjana përveç politike edhe materiale mrapa. Okej, zoti Abazi, disa herë zoti Muça, analisti Muça përmendi përfaqësues të Aleancës Demokratike, zotin Ceka, zotin Imami, që tani ishin pjesë dhe zoti Imami është aktualisht pjesë e qeverisjes Berisha. A është ky moralitet apo imoralitet në politikë? Para se të shkruaj tek emrat, përsëri në vijim të Zysh Majlindës,
do të thosha efekti moral i politikanëve. Për mendimin tim, moraliteti apo amoraliteti i politikanit le të luhet brenda forcës politike që ai militon. Nëse bëhet fjalë për marrëdhënie mes forcave politike, ku efekti është drejt për drejt me qytetarët shqiptar, këtu kemi përgjegjësi për te moralitetit. Unë do të thosha se kujtuam disa ministra të cilët kanë bërë rotacion njëri mbas tjetrit dhe nuk ka dalë njëri para përgjegjësisë. Unë nuk do ta konceptoja, natyrisht edhe për shkak të eksperiencës që kemi në administratat, që çfarëdo punonjës i administratës të largohet nga detyra, të shkarkohet apo të jap dorëheqje të parevokueshme, të mos bëjë dorëzimin e detyrës konform kornizës që ka përcaktuar ai vend që ka ai punonjës i administratës. Në kushte të tilla duhet të ndodhte edhe me ministrin. Edhe brenda një force politike mund të ndrohen ministrat sa herë mund të prishen balancat mes tyre, por dorëzimi i detyrës dhe marrja e detyrës duhet të jetë me përgjegjësi dhe do ta shoqërojë përgjegjësi apo ajo benefice për vlera pozitive që ka dhënë tek detyra që ka kryer edhe në kohët në vijim dhe secili prej tyre kishte fuqinë tashmë pas një analize të thoshte që po, detyra që kemi kryer është e tillë, mundësitë që kemi patur janë të tilla, për të bërë më mirë janë edhe këto dhe ka gjasa që ne ti realizojmë dhe besimi nga qytetarët dhe mes forcave politike madje do të ishte më i plot. Dhe zoti Ceka dhe zoti Imami? Më ndjeni dhe për plotësimin e një replike të vogël të zotit Muça, do të thotë, shikojmë me dy standarde problemin e amoralitetit të forcës politike të njërës mos përmend apo të individëve të veçantë nga një forcë politike të forca tjetër. Jo, për zotin Ceka, zotin Imami, konkretisht. Për zotin Ceka dhe zotin Imami, unë do të thosha që çdo politikan në kontekstin e kohës ka bërë një veprim ashtu siç e ka bërë, nëse e kanë vlerësuar si pozitiv, ka marrë beneficet e duhura, nëse ka bërë një veprim që ka kushtuar, e ka marrë me vete përsëri atë vlerësim që i dhënë. Zoti Pullazi, keqja është kur vlerësimi i veprimeve të politikanëve të veçuar apo dhe të grupeve bëhet nga individ ose një lider kryesor, i cili ka tagrin të bëjë gjithçka, jo vetëm individ, por madje dhe me grupime brenda forcës që ai drejton. Ka një pyetje për ju nga një qytetar, zoti Florian. Berisha i duhet të jap llogari që doli një grua shtatzan me jashtëk në Kavaj? Këto janë fabula, këto janë historia tani, nuk besoj që është një pjesë e rëndësishme e debatit. Nuk besoj që me historira, me gjëra të tilla. Kjo, nuk besoj, kjo është ajo pjesa e tifozlikut që mund të bëjnë, por normalisht ne këtu, dhe detyra, dhe ajo përgjësia ime qytetare është që të vi këtu dhe të flasë për çështje që i shqetësojnë vërtet qytetarët. Nuk besoj që qytetarët e Kavajës shqetësohen për histori gazetash apo e diun. Histori gazetash? Kjo, të lutem tani. Tendencat që mund të përdoren. Nëse kjo ngjarje do ishte vërtet, po them që krimi në Shqipëri do kisha arritur një kulm që ngjarje të tillë nuk ishte para dëgjuar. Kjo është nëse do ishte vërtet. Një pyetje nuk e di se nga kush qytetar mund të vi, por unë absolutisht nuk do të bie pjesë. Unë nuk do të bie pjesë e këtij debati, por nuk futet ke historitë politike. Unë nuk do të bie pjesë. E kanë zgjidhur këtë lloj unë do të thoja këtë, nëse ne morëm qytetin e Kavajës, unë prapja e mendimin. Unë prapja e mendimin që qyteti i Kavajës këtu 23 vjet, nëse do të kishte deputet të përgjegjshëm dhe aq më tepër që ky deputet i Kavajës ishte për 8 vjet kryeministri i Shqipërisë dhe disa vite presidenti i Shqipërisë, çfarë duhet bënte? Ky zotëria duhet bënte në Kavaj investimet nga më të ndryshme. Dhe qytetarët e Kavajës sot duhet të jenë të parët në Shqipëri që do të kërkojnë llogari Sali Berishës. Duhet jenë të parët që do të kërkojnë Sali Berishës pse është instaluar në Shqipëri një sistem neodiktaturë, një sistem korrupsioni, një sistem që cili kryesori imi dëgjon gjëra. Ka 23 vjet votojnë Berishën ti thua të jap llogari. Si i ri. Po jemi votojnë Berishën atë zoti Pullazi. Shqipëri, 34 vjet Shqipëri, pasi lloj alternative miqtë e mi, moshatarët e mi ende sot rrugëve të Europës. Pse? Sepse në Shqipëri nuk ka alternativë. Në Shqipëri nuk ka punë. Është sistemi që ka instaluar Berisha. Duhet të jesh pjesë e familjes, pjesë e grupit Berishës që të zesh punë sot në universitet publike. Duhet të kesh disa miq brenda Partisë Demokratike ose aq më tepër të marrësh testerën e Partisë Demokratike. Duhet të kemi miq të ju. Ndërkohë, më thuaj ti sot mua që një spital në Shqipëri që nuk paguan lek në dorë tek mjeku. Më thuaj një prokurori që ti të shkosh të prokuror pa dashur të sigur pse as ka qenë në pushtet, pa dashur të fyej punën aty prokurorëve. Më thuaj një prokuror në Shqipëri dhe një prokuror pa dashur të fyej ato prokuror të përgjegjshëm
që e bëjnë detyrë me devocion, pa dashur ty. Por sot Prokuroria në Shqipëri, sot unë flas nga eksperienca ime personale. Disa herë kemi çuar për shqetësimet tona si këshilltar bashkiak, po flas në rolin e këshilltarit, shqetësimi jonë dhe e dokumentuar dëm ekonomik i Bashkisë Tiranës, i vetë kryetari Lulzim Basha për sheshjes së Skënderbej. Asnjë lloj përgjigje. Dëmi ekonomik që shkaktu qytetarëve të Tiranës tek dëmet e Bashkisë. Po të marrë shembull konkret. Gjitha dëmet, po sa mira qytetarë ende sot Zoti Pullazi duhet marrë gjitha dëmet. Sa mira qytetarë ende sot në përdorje të gjykatave. Problemi faji është i Sali Berishës 23 vjet që është politikë shqiptare. Absolutisht duhet rotacion. Ky është ajo që më shqetëson mua. Ky është problemi i Zonja Gjë. Italianët kanë një shprehje të urtë që thotë, kështu që bieshi qeveria vjedh. Do më thëmë, por ashi e ka fajnë qeveria se vjedh. Po jo, nuk është kjo historia tani, mos më thuj. Vetëm një gjë të vogël dhe më kujtoj. Problematika ka në spitalet sot që i ke pa ilaçe. Retorika e... Sot pas 8 vitesh ti s'ke ilaçe, se rumen shkojnë t'i blenë jashtë nëpër farmacit që janë në spitale. Po kush është faj? Faj është imi, si qytetar që paguaj taksë. Retorika e zotris më kujtoj ato ditë kur ne prisni me ankth liberalizimin e vizave dhe kryetari opozitës dërgoi një email të tërë bashkësisë ndërkombëtare duke i u thënë që keni kujdes, mos ja u jepni vizat shqiptarëve sepse 1 milion shqiptarë do të marrin strehim politik, do të kërkojnë. Ka 1 milion duhet të jenë ata të rinj që rrin rrugëve. Po nuk i ikun. Kur drejton ti do të them për forcën që përfaqëson. Por 57% e gjimnazistëve sot nuk kuptojnë atë ata pa punë ishin. Nuk kuptojnë atë. Po vuani rrugëve ata nëpër kafene. Ndërsa kryetari i partisë që po mbron vlerat shkon sot në fshatet e Tiranës dhe flet për internetin. A kupton që atje është pabulësia, 100% është pabulësia, a i fletë për internetin, do t'ju dy që të lezojmë pensionet e pensionizme. Shefi opozitës e ka quar 300.000 jo më këtë janë shqetësimet dhe prandaj shefi opozitës po del në çdo cep Shqipërisë për t'i bërë evident të probleme. Zotin Neza, kishit diçka? Jo, ka që nga interesante kjo. Po t'isha me këta që merren me këtë marrëdhënie publike, nëse është i saktë kjo puna e emailit, do e kisha bërë spot aty e PD-s. A kupton sa të mëshme është? Në vijim të referencave që na dha zoti Flori, unë do të thosha që kjo klasë politike ka kohë që ka mbaruar misionin e vet. Cila? Një pjesë e politikanë. Ju lutem ta shpreh me që se tha, mendimin tim. Ju lutem. Konkretisht. Në vitin 90, kur filluan ndryshimet, Neri tanë Ceka madje, dhe juve, dhe neve, dhe të gjithë që u përfshim në atë lëvizje, ishim të virgjë në pikpamje politike dhe s'kishim element korruptiv ose element të tillë të mungesës së papërgjegjësisë ndaj detyrës në rast të parë, aq më tepër edhe të njeriu dhe të elementeve të tjerë të shoqërisë. Ju lutem, në kushte të tilla, gjatë rrugës të konsolidimit ose të tranzicionit kaq të gjatë që vajti, që s'duhet të shkonte se asnjë prej nesh që ne jemi dëshmitar mendonim të shkonin 10, 15, madje nuk do të shkonin 15 vjet për të bërë tranzicionin. Unë kam mendimin, ajo klasë politike që ishin të virgjë natyrisht, gjatë rrugës, në vend që të piqej pastë, filloi të merrte vese për të cilave që edhe zoti Flori thot kanë papërgjegjësi e gjithë klasa politike sa herë bie radha që të ketë mundësinë të qeverisë. Kjo tregon që dikush duhet të hap krahun që të jap mesazhin. Po kush po na thuaj konkretisht? Ju lutem me kam konkrete pra. Po na thuaj. Ja pra po them. Nëse zoti Berisha për gjatë 23 vjetëve reflektoi në disa element pasi i u dha shansi që të rimerte para 8 vjetëve mandatin si kryeministër, tashmë edhe ai do të shikoj çfarë duhet të bënte më mirë së paku në mandatin tjetër të aktivizohet. Jo nga brenda pas. Po nuk e lën zoti Demeti edhe zoti Neritan Ceka. Do të bëj gabim tikash i thon. Para 5 ditësh premtoi të harin 300.000 vende pune. 4 vjet që humër 51. Të lë shembull tjetër? Po çati them. Ta them unë se zoti Demeti po të jetë tamam telefon tani. Nëse thot zoti Demeti, domethënë tik Berisha ke shumë drejt. Po thot mos ik në asnjë mënyrë se na duhesh. As zoti Demeti, as unë, as ju nuk keni tagrin që të jepni urdhër votuesve shqiptar që më 23 qershor do thonë votoni alternativën që ju e keni më të besueshme. Ju lutem, unë nuk kërkoj Ceka dhe Demeti them unë. Zoti Neza, unë nuk kërkoj vota se ju përgjigja tek pyetja e parë që nisi zoti Qafoku. Për as PD-n, as PR-n dhe as PD-un dhe forcat tjera. Ne jemi drejtuar mbështetëve tanë dhe qytetarëve shqiptar të mbështesin aleancën demokratike
madje mos bëj thirrje të dytë tek paneli dhe njerëz të tjerë që ende janë ke zona gri, të shikojnë duke u bashkuar me kauzën tonë, themi që do bëhemi më të dobishëm, jo vetëm mes nesh, por edhe për pjesën më të gjerë të shoqërisë. Në kushte të tilla, përgjegjësia e politikanit, madje neve para kohësh, të sillim në vëmendje, u artikulua nga dikush qarkullimi i elitave. Ishte një risi për mua, unë kam shkruar diku. Vërtet ishte një risi. Dhe personi që artikuloi madje, nuk kaloi më shumë se 2 javë, e moderoi qëndrimin, madje mori edhe sa poza të tilla shumë interesante që nuk i shkonin në një emision aty ku bëri artikulimin. Kjo nuk vlen më për të shitur moral ata politikan të cilët kanë bërë prova rast pas rasti dhe nuk kanë treguar që din të reflektojnë për gjërat që bëjnë jo mirë në të kaluar. Vetëm një ndërhyrje, vogël, duket shumë interesant qëndrimi i aleancistit, duket paradoksal, por shpreh një dëshirë. Që? Po t'ishte çështje dëshire, jo interesash meskine, kontingjenti që ka dëshirën më të madhe që të ketë rotacion, ose që ti Berisha, është krahu ose njerëzit... Lutem, shumë interesante. Janë njerëzit më afër Berishës. Pra njerëzit... Demeti, di gjë për këtë? Landi. Për kë? Për këtë që fatë ju? Dëgjoj këtë. Analistët mund të bëjnë komente natyrisht është drejtë e tyre, më falni zoti. Çështje dëshire, njerëzit që kanë më shumë dëshirë, kontingjentet janë kontingjentet afër Berishës. Njerëzit më hallëgji janë ata që janë rrotull Berishës, sepse kanë humbur vullnetin e lirë. Njeriu ka vullnetin e lirë mbi ka një pyetje nga një teleshikues nga Luani të përshëndes, është një pyetje shumë interesante, do të drejtohet juve, por edhe zotit Neza. Maggioranca e nesërme supozoj që do jetë Partia Socialiste. A do të ketë vullnetin e dur ligjor për të dërguar në Bankën e Drejtësisë shkelësit flagrant të ligjit përfshirë këtu edhe zotin Berisha, duke patur në përkëmbë edhe LSI-n? Kam bindjen që nuk do ndodhë ashtu si Berisha nuk bëri asnjë gjë në 2005-ën me ato që mori pikët dhe erdhi në fuqi. Në 2005-ën unë kam qenë pjesë e kandiduesve të Partisë Socialiste, kam qenë shumë krenare, ishte shumë e vështirë, pasi ishte shumë e atakuar nga Erion Velia dhe mjafti, bashkë me zotin Berisha e majta në pushtet për korrupsionin që ishte, dhe unë kam qenë e para që kam shprehur dëshirën që do doja të bëhe ai pastrim brenda radhëve të majtës, bile se kam shprehur Berisha duhet kontriboj që e majta shqiptare të ridimensionohet, po për sa kohë se bëri Berisha në 2005-ën nuk besoj se do e bëj Rama në 2013. Zoti Neza, për këtë se kush do fitoj, do të thënë e ka votën populli, sovrani, por për sa i përket të arrestimeve, do të thënë duhet populli shkret, do të thënë në kuptimin e mirë të fjalës, do të thënë është i tengopur nga kjo lufta kundër korrupsionit dhe nga ana tjetër shikoj që ka vërtet korrupsion. Dhe ajo që është më e keqja, që politika po fillon dhe spekulon këtë prizë. Është si ajo thirrja e këtij Këshik Svaju që thoshte të bëj aleancë me PS-n për të arrestuar Berishën. Këto janë qesharake fare. Do të thonë nëse politika do të përzihet ke pjesa e arrestimeve, është tepër qesharake. Janë organet e drejtësisë, është prokuroria, është kontrolli i lartë i shtetit që bën kontrollet dhe bën denoncimet, pra janë investigimet të ndryshme dhe politika nuk mund të arrestoj. Dhe me thënë dhe nuk duhet të gënjejnë popullin, të mashtrojnë popullin me këtë gjëra që po erdhen pushtet, ne do të arrestojmë dhe të bëjmë. Jo, unë si mbështetës shumë i fort edhe i tezës që kryetari i Partisë Socialiste ka hedhur për të vënë shtetin ligjor, për t'i dhënë prokurorit atë që meriton, për t'i dhënë vendin e dur në atë... Jo, duhet ta themi që a do ketë vullnet ligjor? Në sistemin e drejtësisë, a do ketë vullnet ligjor? Por vullneti do të ekzistojnë nëse do ekzistojnë për dhe provat. Atëherë unë dy bashkoj me zotin Neza që politika nuk mund të arrestojë njerëz. Është sistemi i prokurorisë, por ne flasim për një sistem prokurorie dhe për një gjykat pavarur, flasim për të bërë shtet. Dhe mesazhi kryesor që kryetari i Partisë Socialiste është brenda situatës. Prokurori i dhënë mbështetje të plot, zoti Pullazi. Absolutisht. Edhe programi politike kombëtare ka një hapësirë shumë të madhe dhe për t'i dhënë vend në dur gjykatës edhe prokurorisë.
por me prokuror, me dignitet, me prokuror që duan vërtet ta bëjnë punën e tyre dhe gjykatës që do t'japin vërtet drejtësi për qytetarët dhe për gjithë sistemin drejtësisë. Këtu nuk do të bëj politik, këtu nuk bëj politik, absolutisht do t'ikin ato gjyqtarë me mendimin tim. Ky është opinioni im, ato gjyqtarë që deri më sot mund të kenë dhënë, por pa dashur për ta ndërtuar sistemin gjyqtar. Pa dashur. Por shikoni sondazhet. Bën kundërshtim me Bashkimin Evropian. Shikoni sondazhet. Shikoni sondazhet dhe çfarë perceptimi kanë qytetarët e Shqipërisë me sistemin gjyqësor. Për politikanët çfarë kanë? Ore, unë politikanët është më i keq. Unë nisem si politikan. Si do pa dashur për Po është frikshme kjo, si do heqim ne prokuror, do heqim gjyqtar. Ne do t'i rikthejmë dinjitetin. Ne do t'i rikthejmë dinjitetin edhe gjykatësit dhe prokurorit. Florian. Po, zonja këta? Kaq argumenta sa thuhet në fushat për korrupsion dhe abuzime në sistemin e arsimit, shëndetësisë, rrugëve, koncesioneve që ka për të djastën në pushtet, mjafton vetëm vullneti që ato të çojnë dosjet në prokurori. Këto akuza që thuhen në fushat, le të deklarohen publikisht që këto do marrin rrugën ligjore, tek kush prokurori? Tek prokuroria ku punojnë njerëzit e ndershëm. Po. Dhe ka plot të ndershëm. Ai që ka plot të ndershëm. Kështu që mos marginalizoni sistemin, mos marginalizoni mësues, infermier, gjykatësa, prokuror, se jeni askushi. Ato të lutem janë të zgjedhur në parlament ku janë votuar në parlament dhe janë. Ore, unë kam shqetësimin qytetar, ato town hall-et që bëjnë me qytetarët. Unë vetë personalisht bëj takim me qytetarët dhe problemi kryesor i qytetarëve është shqetësimi që kanë me drejtësinë. Shqetësimi që kanë me drejtësinë. Atëherë votohet programi për lidhjen kombëtare dhe atëherë do të jeni të sigurt që edhe qytetarët e Shqipërisë do të marrin ato që meritojnë. Edhe drejtësia do të shkojnë vend e dur. Sot 20 ditë përpara zgjedhjeve, kryetari që kryeson Aleancën për Integrimin Evropian, le të shprehet publikisht që gjithë akuzat e bëra për këtë sistem korruptiv. Nëse kjo Aleancë fiton, do shkojnë dhe do marrin rrugën e institucioneve. E ka bërë Gjikundi? Ne presim. Unë jam socialiste dhe pres të ato. Unë nuk dua më të përsëritet 2005, më falë, nuk dua më të përsëritet 2005 që akuzoshin nga Erion Velia me emra, me mbi emra dhe sot janë bashkë me Erion Velin dhe kandidojnë në emër të Partisë Socialiste. E po unë që jam e ndershme socialiste, nuk po flas për çështje personale. Nuk kam përbesuar. Le të dalim që shqetësojnë qytetarët. Unë po flas për çështje që shqetësojnë qytetarët. Florian, e di ti mekanizmin si hiqet një gjyqtar? Kjo është problemi. Diqo, pa dashur futen në aspekt juridik. Unë po flas politikisht dhe po sjell këtu shqetësimin e qytetarëve. Politikisht se heq çdo të mërzotni. Politika po të ketë vullnetin. E di ti si hiqet një prokuror? Po të ketë vullnetin politika. Sistemi i drejtësisë është një nga sistemet më problematik nëse bashkëpunimi politik i të dy palëve të mëdha politike nuk konvergjon. Do konsensus. Pse? Madje edhe në president. Është marrëdhënie. Këtu do të dalë. Është marrëdhënie e shumicës parlamentare me presidentin rreth presidentit. Gati nemi Republikë semi-presidenciale. Bravo. Emrimi ose shkarkimi i pikave kyçe, si krerë dhe gjykatave, prokurori i përgjithshëm e tjerë janë marrëdhënie, propozim, shkarkim, president, parlament. Tjetër. Emrimi Këshilli i lartë i drejtësisë. Aty po datë. Emrimi ose shkarkimi nga Këshilli i lartë i drejtësisë. Ti mund vish magjerancë politike, po nëse nuk i ke këtë konsensus, ti nuk shkarkon dot asnjë gjyqtar. Se spekulohet. PS-ja thot, ose edhe politika do vim ne thot do të frikshme kjo. Po jo, ta thuash është një guxim, njerëzit duhet të jenë të qartë që për të ndryshuar drejtësinë, organet e drejtësisë duhet një vullnet bashkëpunimi midis palëve. Ndryshe krizën e ke aty. Kjo është. Okej, ka një pyetje për ju, zoti Abazi. Kush i shiti pyet e parkut të Seblevës që vetë ata i kanë mbrojtur nga matrapazës para 4 viteve? Nuk e kam idenë se për çfarë lidhje ka këtu. Ju falenderoj, do përpiqem të jemi qetë në tone. Është një fatkeqësi që shoqëron shumë element të ekonomive shqiptare. Po? Për post të tjerave edhe në një zonë shumë pyjore, me vlera natyrisht, siç është zona e Seblevës, që është në kufirin midis Librazhit dhe Bulqizës. Është një trev që ka luftuar gjatë tërë jetës së vet për të ruajtur pyet se madje me ato është kallundrisur në jetën e vet.
në kushte të tilla ka ndodhur shpesh që ati janë kërcënuar nga persona ose institucione duke bërë masakër vit pas viti, dhe sjell në vëmendje tuaj dhe duke falendëruar edhe teleshikuesin që ka bërë pyetjen, ati janë bërë her pas here edhe protesta diku edhe të dhunshme, duke ka përcyer edhe pragjet e ligjshme të tyre në mbrojtje të këtyre pyetjeve. Lidhemi me pse ndodh dhe kush i kanë dhënë ato me koncesion, pasuritë të cilët nga njëra anë merret vendimi për të qenë në inventarin e pushtetit vendor dhe nga ana tjetër merren vendime për t'i dhënë me koncesione personave apo grupeve të interesit. Unë e çmoj që është një veprim jo i rregullt. Është kryetar komune ndonjë aleancës atje si duket? Nuk ndodh kështu. Çfarë lidhje ka me ju këtë pyetje? Ka lidhje me mua për shkak se origjina ime është nga Stebleva. Po. Dhe personat që e ndjekin janë televizionistë natyrisht, jo vetëm si zonë, por edhe problematikat që kanë ndodhur. Si keni votat atje, po mirë kështu që e njihni. Votat atje nuk kemi shumë problem. Nuk kemi nisur për të parë interesin për të marrë votën, por ju a them realisht është një shqetësim atje që ndodh. Madje para 2 vjetësh është shpallur si park kombëtar dhe me vlera të veçanta, ndërkohë pas 2 vjetësh jepen me koncesione pjesë të tilla, duke falendëruar teleshikuesin edhe një herë. Ne apelojmë institucioneve përgjegjëse për të mbrojtur pasuritë dhe natyrisht të jenë institucional edhe me ligjet dhe vendimet që marrin kohë pas kohe, duhet të jenë në korrent, duke u bërë pjesë të zgjidhjes së problemit dhe jo të pengimit të tyre. Publicitet për pjesën e fundit të emisionit. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit për konkluzionet të asaj që ne biseduam. Zoti Neza, mund të bëni një konkluzion, çfarë parashikoni që do ndodh me fushatën, do rriten tensionet si pasaj atë që ju parashikoni, apo do kemi vetëm në kuadrin e batutave dhe deklaratave në distancë? Sipas mendimit tim, do të thënë, ajo që thashë në fillim të emisioni që fushata është interesante, do të thënë modeli amerikan dhe anglez, do të thënë dominon në këtë fushat. Unë e vlerësoj pavarësisht nga rezervat që kanë tjerë, si një fushat bashkohore dhe nga ana tjetër mendoj që nuk do ketë shumë tensionime, mund të ketë raste sporadike, gjëra të vogla. Do ketë këtë kuadrin antiplumbit, autobusi, do jenë gjëra kështu batuta më shumë, mendoj unë. Ndërsa mbas rezultatit zgjedhjeve gjithmonë e kam theksuar, i theksoj, aty pastaj nuk e vëdon zjarr. Duhet ketë tensionim situata. Duhet ketë? E vështirë për humbsin. Po, është e vështirë për humbsin të pranojë rezultatin. Humbsi do t'i thotë ta gëzosh. Jo, mos as. Po sepse Gjonatar Mur, kështu kishin thënë të 3 liderët. Ja, këtu do jemi të regjistrohet. Ti je i sigurt. Këtu do jemi, nuk do ketë humbsi, nuk do i shtrëngoj dorën dhe as do i telefonoj. As do i telefonoj. Ja, ikjet përfundimtare janë nostalgjike, mos harro. Atëherë, unë shpresoj sipas dëshirës, domethënë. Normal, po do të tregoj një shenjë civilizimi në fund. Është po mvaret ajo se ndoshta mund ta tregoj civilizim Edi se ka 8 vjet që është si kryetar partie, e do humbe, për atë ke fjalën. Secila pa. Tani unë ti e di që vendimi kanë. Ju nuk e di sinqerisht se di. Unë me zotin Abazi u habita sonte. Unë to zgjedhje mund të quaj si lamtumira e Berishës dhe do të jetë një lamtumir besoj civile. Je i sigurt, a? Jam i sigurt se diferenca diferenca është e tillë. Ne regjistroj këtë qafë. Atëherë, po, e regjistroj. Tu jemi. Jo, të gjitha janë të regjistruara këto, madje i keni edhe në Facebook, në YouTube, në faqen e internetit, e webit, në faqen e webit të televizionit Channel One, kështu që e parashikoj një fushat qytetare, ndoshta me incidente jo serioze, siç ndodh edhe në vende që janë të ngjashme me ne, siç edhe ka nisur. Dhe mendoj që varësisht nga rezultati ose nga diferencat në rezultat, do të ketë ose jo tensionim në momentin e numërimit, ose në zonat veçanta. Që do thot kush, cili është ai humbës që do ta bëj këtë? Se humbësi do bëj, fituesi nuk thot, më kanë vjedhur votat. Tani për fat mirë jemi njerëz me një ndërgjegje shumë të lartë dhe që dim të numërojmë shumë mirë.
në fund të gjitha vullnetet politike, e gjithë kjo zhurmë, i gjithë kjo angazhim, kthehet në aritmetik. Aritmetik, thjesht. 1, 2, 3, 4, deri në kaq. Humbësi do t'i thot fituesit ta gëzosh. Do t'i thot apo jo? Ta gëzosh tokën. Se tani, kështu vajti kjo punë. Shpresoj që Berisha do ta pranoj humbjen. Wow. Se je këta? Në fakt, unë nuk e shikoj shumë optimiste situatën. E para duhet pritet që në 20 ditë tensionet do ngrihen paksa. Do luhet me frazën, do luhet me spalve, për më tepër që është një fushat e personalizuar midis dy liderëve. Dhe është peshë e madhe të mbash në vend që të shpërndash. Nga ana tjetër, ajo që mua më shqetëson jam e gimin që unë nuk jam e sigurt momentin mbasi ne të kryejm procesin e votimit. Për arsye se ne haruam një element shumë thelbësor, ne po shkojmë në momentin e zgjedhjes me gjymtim të KQZ-s. Është një alibi për të dy palët që nuk arritën asnjëherë në lojën parlamentare të 4 viteve të bëshin konsensuse për gjëra shumë madhore të Shqipërisë. Dhe në momentin që jemi referohen më madhores atij institucioni që duhet më garantoj mua votueset që vota ime do shkojt numërohet dhe do lexohet ashtu si I kemi hedhur ne gjithë si votues. Mbajtja peng e këtij institucioni nuk më jep mua nota optimiste për sa I përket momentit të shpalljes së rezultatit. E cilësoj si një rezultat të dy palëve me një alibi të gatshme për ta përdorur dhe për ta cënuar. Vetëm nuk është problemi dy forcave të mëdha politike ose dy aleancave të mëdha politike. Problemi është I një loje shumë të madhe se sa ky gjumtim që do ketë këtë pasojë, për arsye se të gjithë e dim që Shqipëria nëse futet në agjendën e zgjerimit në 2014, kush ka cilësinë e zgjedhjeve. Dhe gjymtimi I cilësisë së zgjedhjeve, diskutimet e lindura për rezultat do t'jenë një disavans të jona për një 2014 të humbur, pra që do të thotë që në 20 ditë të mbetura, minimalja në ditët e para duhet të bëhet një konsensus për çështjen e plotësimit në funksionalitet të KQZ-s. Nëse palët nuk do arrin këtë, unë nuk e shtroj fare parimisht këtë morali nëse humbësi do I japi dorën fituesit, sepse të dy palët nuk do jenë as humbës as fitues se alibin institucionale e kanë me vete. Ne nuk kemi një kulturë të atill nga të dy palët në raste të veçanta. Jemi ndarë nga një ikje nga bashkia po me histori, kemi histori të përsëritura dhe nga I djafta në pushtet, që nuk do të shfrytëzohet ky element institucional. Unë gjej rastin që përmes më fal, KQZ-ja është garantuesi I procesit të administrimit të botës, të lutem. Të lutem. Nuk e pra, ja këtë po them. Le të shërbejmë base për një vëmendje që problemi I KQZ-s duhet të zgjidhet. Po të humbet Dirama nesër që ti I sigurt që fito. Shiko, unë ta thash që është normalisht do thotë që unë s'kisha antar me KQZ, do është ka justifikim. Rezultati vendosen në KZAZ, aty numërohen bëhet aritmetika që dhe del, kaq me kaq. KQZ-ja në këtë pikë ka role të tjera më të rëndësishme. Ka vetëm rol ratifikues, merr një vendim dhe thotë ky është rezultati. Me qenë se pare atëherë do e marrë kolegji zgjedhor. Bashkim, të lutem, nëse kushtetuta e Shqipërisë KQZ-si ka njohur një funksion, nëse kodi elektoral I ka njohur një mision, unë nuk e kuptoj si mund të shkosh në proces pa institucion. Ka drejt zonja Keta, ka drejt, sepse përdoret si duhet alibi, zgjidhin. Kush duhet ta zgjidhë? Ashtu si bën që bën seancë ekstra për 3 ligje. Zonja Gjia, hajde informacion. Zonja Gjia, do filloj misionin nga fillimi se mund ta diskutojmë. Jo, ky është fillimi I fundit dhe fundi I fillimit. Fushata pak a shumë do të jetë në këto nivele për shkak sepse nuk konkurohet, është vetë sistemi që nuk konkurohet më me individ, por konkurojnë partitë politike dhe shkalla e militantizmit dhe përfshirjes në fushat natyrisht do përmblidhet te dy liderët. Ndërsa për post fushat, unë e kam theksuar dhe herë të tjera, papërgjegjshmëria shoqërore, papërgjegjshmëria e madhe e kryetarit opozitës për të qenë pjesë e procesit elektoral, për të plotësuar antarët e KQZ-s, e bën atë që të mos jetë fare I sigurt në fitoren e tij, kishte rastin të tregoj qytetaruar në vitin 2005, jep të dorëheqjen, nuk e dha, nuk shpresoj kurrë që ai do të iki të majtës,
Në 2009 si kryetari i PS-s e keni fjalën. Po, në 2009, ju kërkoj ndjes. Po? Në 2009 nuk e bëri, tani i mbetet kënga e fundit e Mjelmës që besoj se do t'i dalim në një krokitje kështu. Dhe do ngelet si gozhd tek e Majta, mirë e Majta. Mirë e Majta. Mi që e me djathën ti, po? Prap nuk është këput debatit politik, por unë do të thoja këtë, me që dhe vetë nga eksperienca ime që merëm një pjesë e fushatës në Tiranë, shikoj që dhe shpresoj shumë që fushata mos tensionohet, mos ketë probleme qytetarët, sepse ju e keni ndoshta, zonja Keda që do të ketë një regres dhe gjithë fokusi i Komitetit Evropian do të jetë tek këto zgjedhje. Dhe incidentet që mund të përsëriten, besoj, do të na penalizojnë më vonë. Por unë e shikoj dhe opinioni im është ky që deri tani edhe ajo pjesë, si thuash, pjesa që kemi ne përballë, Partia Demokratike e ka kuptuar tashmë pas 8 vite qeverisje. Që? Edhe ajo është bërë gati për të lëshuar pushtetin. Normalisht duket edhe në teren, paka shumë nga të gjitha ato biseda dhe nga gjitha ato takime dhe nga të gjitha ato llogaritjet, unë shikoj që Partia Demokratike në teren, duke mbushur ato zyrat elektorale me punojës administratës shtetërore, më fal një minutë ta mbaroj këtë, bën besoj që Partia Demokratike dhe vetë lideri i Partisë Demokratike është përgatitur për të dalë në pension e tij politik. Jo, kush është detaji? Dhe detaji është ky që një zyrë e Partisë Demokratike mbushet me njerëz të administratës shtetërore që vinë aty me detyrim. Se ju me çfarë keni mbushur ju kur ishit në bashki? Jo, ne kemi antarë. Miqë Rama, kryetari i bashkisë. Dhe zonja e di shumë mirë që ato zyrat e Partisë Demokratike mbushen me turne nga administrata shtetërore, të gjithë dhe këtë nuk ka njeri që të ma edhi poshtë dhe mund të sjellë prova, mund të sjellë fakte që pjesë administratës shtetërore, gjithë ministrit, pa përjashtim, bëjnë turne, bëjnë shërbime dhe biles edhe puna, këto po të kishte prokurori sot, të gjithë drejtorët administratës i kenë fushat para dite, vinë aty të mbushin ato dhe të plotësojnë ato detyrën karshi partisë. Dhe normalisht kjo më bën besoj dhe më jetë mua si... Po pasaj prokuria duke që arrestuar të bashkinë e Tiranës pasaj? Nuk kam vetëm i pyetje. Po pse? Ç'keni nevojë ju të prezantoni? Mos bëni më. E pas kanë mbyllur fushatën këta. E Por do t'i kërkoja dhe profesorëve të Partisë Demokratike që të tregojnë më tolerancë. Ju rrini se i pas keni fituar. Sa më lehtë dhe sa më Zoti Bullazi, se fitoren dhe që Shqipëria mos ketë probleme, jo kontestime e gjëra. Fitoren e pasit sigurt. Po keni frikë, fitoren e keni sigurt. Që i dorëzuan ato ministri me dosje sipër kryesave të punës dhe Partia Demokratike shloj pushtetin, pa dashur për t'ju futur. Fitoren e keni sigurt, siç duket sipas jush. Po a ke frikë që këta gjithë që i ka hequr Edi Rama ish deputetët, që mos ikin ke Ilir Meta, se thuhet sikur po punojnë për Ilir Metën, domethënë. Nuk e di. Po shkojnë atë. Bësh analizë politik shumë të terrenin dhe un po të garantoj, që me ato informacion që kam dhe me ato që shikoj, Partia Demokratike tani duhet të shlojë patjetër. Duhet bëhet pjesë e rotacionit, të reformohet, të sjellë ato kulturën demokratike që ka 23 vjet që është mbytur si Partia Demokratike. Absolutisht Partia Socialiste. Partia Socialiste nuk janë vetëm ne të gjashtë që por 23 vjet Partia Demokratike udhëheqet nga një lider. Dhe këto kanë kohë dhe vetë Partia Demokratike mund të rinovojë partinë, mberet puna e tyre. Tani normalisht bëhen gati për të shluar pushtetin dhe i bashkojnë sot muca që shqiptarët nuk janë vetëm ne të gjashtë që jemi këtu në studio. 7 këtu zonja. Janë dhe ata qindra që po vazhdojnë të punojnë. Do t'i lëmë punët gjysmë, do kthehemi mbrapsht tani. Do fillojmë të shkullim pemtoret. Do fillojmë të heqim ato koncesionet. Ne do mbyllim dhe universitetet. Në zyrat elektorale të Partisë Demokratike. Po vjen keq. Po ke gjithë ato mësuesit që shkojnë me detyrim atje dhe për të t'ia prova. Të jap prova. Po kjo është vetëm bashkëshortit jap llogari ku shkojnë bashkë punë. Pas punë është komplet orar zyrtar që po e filloi nga vërejtja që kisha për klasën politike, për sa kohë dhe në fushatën, që sa po vjen e pëndizë, po tensionohet, bëjnë deklarata politike dhe u hyrë në hak institucioneve të cilët janë pushtet për te këtyre. Nëse do të referojme deklaratave që bëjnë për ndrime, shkatrime, prishje, nuk duhet të jenë për kohën e sotme. Ndajnë që këtë të një pjesën kush duhet tiki? Duhet tiki Berisha e thejq parë?
Zotit Neza e ngeli këshu. Po, për të sqaruar Zotit Neza, se është analist shumë i nderuar dhe ndjek sa herë më jepet rasti në emisionet. Unë kam kënaqësi që edhe për mua që kënaqësi që u ndodha te ky panel, fraza ime ishte klasës politike e cila është provuar disa herë, ju lutem, më fal, mos më ndërpre, e cila ka pas rastin të provohet disa herë, të reflektojë për elementet që nuk kanë ecur mirë. Ju lutem, dhe kaq të reflektojnë se cili nga politikanët e veçantë. Madje, para disa muajsh, unë kam bërë një konferencë shtypje dhe kam thënë, është për tu habitur që politikanët e sotëm, deputetët në Parlamentin Shqiptar, kanë mbi 22 vjet, që edhe ata nuk e dinë se si votohen, madje dhe komshit nuk e dinë që pse votohen, për shkak të lidhjeve që krijojnë, për shkak të besimit që krijojnë te liderët, apo ndrimit të sistemit her pas here, për te formave të tjera, kanë ditur të mbijetojnë pjesë të kësaj politike, madje në pozicione të tilla, siç u përmend pak më parë, ndoshta pa folur, apo duke bërë një shërbim tek njëri apo tek tjetri, që unë nuk pajtohem me këtë nivel të kësaj klase politike, të kësaj klase të personave të cilët kanë këto manifestime. Ka emra kjo për sa i përket politike? Ka plot emra, ka shumë deputet, ju lutem, që janë mbi 22 vjet. Nuk di kryetar partie që nuk është politik të 22 vjet. Ka mundësi të na thush një. Domethënë, cili duhet të ikë? E keni për Berishën, po apo jo? Për respektin që është Berisha, për respektin e Zotit Neza, për respektin e Zotit Neza, jo është koalicione, për respektin e Zotit Neza, në po jo më i pari bie edhe në nevojë të qarkullimit të elitave dhe të vetpastrimit të politikës shqiptare, duhet të ndodhë për këdo. Dhe për të vajtur tek fushata pyetja që kishit, do të thotë që nuk parashikoj dhe nuk mendoj që fushata do kalojnë në tensione për te parashikimit, rezultati do të njihet, në mos jo nga goja e liderit, nga goja e një zëdhënsi që ne i dham një tagër që duhet të flasë me gjuhën e liderit, dhe e çmoj që niveli qytetar, edhe për shkak të dy zgjedhjeve të mëparshme, ka ecur shumë më mirë se sa niveli i klasës politike, pasi është manifestuar që në dy zgjedhje që kemi kaluar, qytetarët janë sjellë me korrektesën më të madhe, kanë ditur të bëjnë zgjedhjen dhe të marrin qëndrimin shumë dinjitoz në raport me një pjesë tjetër të klasës politike. Kemi ardhur në fund të emisionit, mua nuk më ngelet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj të nderuar panelist, më falni. Zoti Neza, faleminderit për mendimet dhe për prezencën. Zonja Gjea, faleminderit. Faleminderit zoti Muça, faleminderit zonja Keta, faleminderit. Ky është emisioni im për sot nga Uro Lançafoku, natë mirë, nesër në orën 13:00 në mesditë, mos harroni ritransmetim. Mirupafshim.